lëm bisedën tonë disa javë para, disa ditë para, po në fakt unë u mërzita që u smura, por nga ana tjetër dhe u gëzova sepse është ky zhvillim i ri që po ndodh me forumin e dialogut politik. Faleminderit Ermal Asimja që jeni me ne në këtë bisedë dhe do donim shumë që ta shtjellonim. Pra sa gjykoni ju se mund të shtjellohet, se mbase mund të keni dhe ide apo detaje të tjera që ndoshta s'është momenti për t'i ndarë me publikun. Po, ideja është që ne kemi konstatuar një grup, le themi intelektualesh, por si do ta them unë që jemi intelektual, po një grup njerëzish, profesionistësh, pedagogësh e tjerë, të angazhuar publikisht me qëndrime opozitare, por jo partijake. Kemi antar të asnjë partie, kemi konstatuar që partitë e opozitës janë të përçara, pavarësisht se kanë të njëjtat objektiva në shumicën e tyre. Ka dhe objektivat pasaj personal, secili prej tyre, por objektivat në raport me interesin e përgjithshëm i kanë qenë të njëjtë. Duan gjithë tërheqjen e pallukut, duan rrëzimin e qeverisë, zgjedhje të lira dhe të ndershme, një kod zgjedhor më të përshtatshëm, sidomos partitë e reja dhe të vogla. Dhe duke konstatuar këtë lloj konvergjence të qëllimeve, atëherë menduam që hajde të përpiqemi dhe ti bëjmë bashkë, domethënë ti çojmë drejt një lloj bashkëpunimi që do t'i sintetizonte të gjithë energjitë e këtyre, sepse të përçara kuptohet që s'do të arrijnë gjë. Ky ishte qëllimi, pra nuk është fjala për ndonjë lloj koalicioni ose ngjitje ose bashkimi çfarë do lloj gjë, është fjala për një bashkëpunim për disa objektiva konkret që kanë. Dhe këtë po përpiqemi të bëjmë, jemi gjithkohës me ecejake midis forcave të ndryshme. Kemi ecur shumë mirë dhe shumë shpejt në këto 3 ditë të ardhshme, ndoshta 3-4 ditë të ardhshme, do të organizojmë edhe tryezën e partive si finalizim i gjithë kësaj përpjekje që po bëjmë. Cilët intelektual janë aty bashkë me ju? Atëre, është Redi Ramaj, që është jurist, është aktivist gjithashtu, është në fakt edhe i përfshirë shpesh në procese të civile në të cilët është përfshirë Partia Demokratike, por asnjëri nga ne përfshirë nuk jemi antar të këtyre partive, thash jemi opozitar gjithë. Është Hektor Ruci që ka punuar në gjykatën e lartë, është shkolluar jurist edhe ai, jurist dhe politolog njëkohësisht, shkolluar dhe doktoruar në Greqi dhe në Gjermani, ka 15 vjet ose më tepër që punon si pedagog i juridikut. Është Altin Gjeta, që është duke mbaruar doktoraturën në Universitetin e Birminghamit, është politolog, është analist, konsulent i vazhdueshëm për çështjet e marrëdhënieve ndërkombëtare, çështjet e politikave të ndryshme publike. Është edhe Florian Haçkaj, pastaj gjithashtu një profesionist, edhe ai i përmendur edhe për kandidaturën për Bashkinë e Tiranës. Pikërisht, janë njerëz që kanë kapacitetet e tyre, kanë një CV të admirueshme secili. Janë aktivist, janë njerëz të angazhuar nëpër kauza dhe çështje publike, janë gjithkohës nëpër media, njohës dhe ndjekës shumë mirë të politikës, pra ky është grupi që e ka marrë këtë lloj nisme. Përveç tyre ka dhe pastaj disa të tjerë që për arsye të angazhimeve profesionale nuk janë kaq prezent në media ose prezent në këtë grup, kështu që kemi respektuar atë dëshirën e tyre për të mbetur pak më të por që po ju mbështesin. Low profile, me profil tullet në këtë rast, po që janë pas nesh, na mbështesin dhe bashkëpunojnë gjithkohës. Pra qëllimi, në fakt e keni thënë edhe nëpërmjet deklaratave, statuseve që ju bëni në rrjetet sociale apo dhe daljeve publike mbase që nuk keni një parti, doni të bashkoni opozitën për ta hequr këtë qeverisje, e cila për hir të së vërtetës ka pësuar, sidomos vitet e fundit, shumë kriza, shumë çështje janë hapur edhe në raport me drejtësinë. Disa çështje tjera janë pezull, po si do ta bëni? A keni një plan konkret se si do ta bëni? Se kam përshtypjen që ka pasur disa iniciativa në Shqipëri që kanë pasur mbase dëshirën e mirë për të bërë gjëra, por që rrugës këtu nuk se dua të paralelizoj atë që ju keni menduar, po thjesht jam shumë kurioze ta di si do ta bëni në praktik. Atë iniciativa të këtij lloji të ardhura nga
nga njerëz të shoqërisë civile, themi, pavarësisht se opozitar nuk para ka patur shumë, nuk ka patur por në të shkuarën. Ajo që ka ndodhur në kohët e fundit është që partitë kanë organizuar tryeza, kanë ftuar njëra tjetrën me gjysmë zëri, ndoshta edhe me shpresën që pikërisht ftesat mos dëgjohet ose mos vinë. Por kjo nuk ka prodhuar ndonjë gjë të madhe, është pak e kuptueshme se partitë kanë vështirë të shkojnë tjetrit në shtëpi. Ose kanë prodhuar të kundërtën, më kujtohet përplasja me Lelën dhe Shpengashin. Po kjo nuk është në emër të partive, është çështje pastaj personale, ishte rezultat i një tryeze partie ku kishte mbledhur intelektualët në këtë rast. Po. Mirë, diskutimet, po thelbi nuk është ke bashkëpunimi midis partive. Do më janë përpjekur, nuk ka funksionuar. Ne kemi konstatuar që një ka nevojë për këtë bashkëpunim, dy që ky bashkëpunim është i mundshëm dhe eventualisht potencialisht efikas, dhe tre që është më i mundur pikërisht kur niset nga njerëz që nuk janë pjesë e një partie të caktuar, por përkundërzi, njësoj si ne, kanë le të themi marrëdhënie shumë të mira me partitë e opozitës dhe kanë aksesin tek këto parti. Mund të dëgjohen seriozisht me vëmendje prej këtyre partive. Dhe ky është procesi që kemi bërë. Nuk kemi pritur ndonjëherë që procesi të jetë 100% efikas. Në rastin konkret, për shembull, janë 2 nga partitë e reja dhe të vogla që kanë shprehur publikisht që nuk refuzimin dëshirojnë që të marrin pjesë në këtë bashkëpunim. Keni fjalën për Shehajn dhe? Shehajn dhe Qorin, po. Por nga ana tjetër, po të marrësh edhe të mbledhësh peshën elektorale që kanë partitë që do jenë në tryezë dhe antarët e shoqërisë civile, individë ose organizata që do të jenë gjithashtu pjesë e këtij procesi, atëherë të rezulton që mbi 95% e opozitës është aty në tryezë. Është e paimagjinueshme që të presësh që do të mbledhësh 100% një grup shqiptarësh. Është vështirë që shqiptarët me thënë drejtën të bëhen 100% bashkë. Po 95% janë pothuajse të gjithë. Cilat parti kanë konfirmuar deri tani bashkëpunimin? Atëherë, është Partia Demokratike, janë aleatët e vet tradicional, pastaj që është Partia Republikane, është Partia PBDN-ja, është Partia Agrare Ambientaliste, është Partia tjetër pastaj Partia Lirisë, për partitë e vogla. Parti tradicional, që tradicionalisht kanë qenë për koalicion me Partinë Demokratike, është LZHK-ja e zotit Dashej, është Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt, është gjithashtu dhe një element që është pak më i veçantë, që nuk është parti, që është Lëvizja Diaspora për Shqipërinë e Lirë, por që ka ndikim po ka pasur goxha pesh në fakt për shumë kauza. Patjetër. Kështu që prandaj edhe ajo do të jetë një palë në tryezë si përfaqësuese e diasporës. Përfaqësuesja më e mirë që njohim ne në këtë moment e diasporës. Këto janë nga pjesa e partive politike. Pra nuk janë pak, bëhen 8-9 parti. Pra ata që kanë refuzuar janë Shehaj dhe Qori apo jo? Po nga pikpamja peshës elektorale nuk ngrenë ndonjë gjë të madhe. Keni kontaktuar me ta në mënyrë të drejtë për drejtë apo thjesht keni reagime publike të tyre? Kemi pas reagime publike në radhë parë nga Lëvizja Bashk, e cila as ka pritur që t'i çojmë ftesën, por e ka refuzuar paraprakisht për fat të keq, sepse mendoj që do të ishte mirë që ato objektiva që kanë ti shqyrtojnë a i kanë apo si kanë të përbashkët. Edhe ata duan rrëzimin e qeverisë, edhe ata duan zgjedhje të lira dhe të ndershme, por s'duan t'i bëjnë me të tjerët, duan t'i arrijnë vetë. Pyetja është sa kohë do ju duhet që t'i arrijnë vetë ato gjëra. Dhe nëse koha pastaj del shumë e gjatë, domethënë a ja vlen që të presim gjithë ato vite ne, domethënë vazhdojmë me këtë qeverisje sepse ti ke vendosur që ti realizosh gjitha vetë. Unë mendoj që jo. Unë mendoj që realizohen disa objektiva dhe pastaj ti vazhdoj luftën e brendshme, konkurrencën në zgjedhje reale, aty mate peshën tënde. Por jo për atë që është objektiv dhe që është dhe interes kombëtar në këtë moment. Kemi një emergjencë kombëtare. Kështu që me zotin Shehaj situata ka qenë më ndryshe. Në fakt me Qorin është e kuptueshme edhe për shkak ndoshta të ideologjisë ndoshta, po. Patjetër, bëhet fjalë për të marrën ekstreme, po megjithatë derën e kanë pasur të hapur, pavarësisht ideologjisë së tyre, derën e kanë pasur të hapur, pikërisht sepse mua personalisht më bashkon asgjë me ideologjinë do flasim Ral pak më vonë për ideologjinë, por si
si zoti Qori, si Sali Berisha, si Agron Shea, i kemi të njëjtin objektiv në këtë moment. A mund të bëhemi bashkë për të realizuar këto objektive dhe pastaj le të konkurrojnë këta partitë me njëri tjetrin? Tani problemi është që kjo pjesa tjetër pastaj bën që ti të mos bashkëpunosh. Ndërkohë që më duket komplet e parësyeshme sepse ky objektivi i ndryshimit të qeverisjes në Shqipëri nuk është thjesht i zotit Qori, Sheajit, Berishës, Lapajt e tjera. Është edhe i popullit shqiptar në këtë moment. Dhe kjo është arsyeja pse do duhet vepronin. Ta po tregojnë një qëndrim që me cilën natyrisht unë jam fare dakord, por është arsyeja atyre janë të lirë që ta bëjnë. Me zotin Sheaj është ndryshe, unë i kam miq atë në rastin konkret, edhe zotin Sheaj edhe pse nuk kanë pranuar atë? Nuk kanë pranuar, po pak a shumë për të njëjtat arsye me zotin Qori, sepse mendojnë që do të realizojnë vetë këtë lloj projekti. Ka nisur këtë iniciativën e mbledhjes firmave, protestave, mbase kanë logjikën e vet. Nuk kanë të drejtën e vet, nuk është në një problem, kanë arsyeën e vet, mendojnë që nuk duhet ta realizojnë këtë gjë në bashkëpunim me të tjerët. Unë nuk jam dakord, por nga ana tjetër duhet respektuar qëndrimi atyre. Por mendoj që nëse në të ardhmen do ketë një lloj ndryshimi, këtë ndryshim e pres nga Partia Mundësia e zotit Sheaj, edhe për shkak se ideologjikisht është më afër pjesës tjetër të opozitës, edhe për shkak sepse shoh që janë më të arsyeshëm dhe më pak dogmatik se sa Lëvizja Bashkë për shembull. Duket që keni një qasje për ta justifikuar pak më shumë Shehajin. Është edhe drejta juaj të keni opinionin. I kam miq, po i mbaj me hapër. Po pra. Por ajo që do ndoshta dhe audienca që po na dëgjon edhe po na shikon të di është që u mblodhët ato parti që nga rënë dakord, çfarë do ndodhi më tej pra? Atëherë, partitë mblidhen në një tryezë. Në atë tryezë është pjesa punës që po bëjmë ne si ndërmjetës, si negociator. Bihet paraprakisht dakord për disa parime të rëndësishme. Dhe në tryezë pastaj puna kryesore është bërë. Ata që vinë aty kanë të qartë që do unë në tryezë kur e din që paraprakisht në parim janë dakord. Bëhet tryeza, konfirmohet dakordësia për ato pikat kryesore që janë, që përmenda dhe unë, çështje që kanë bënë me kodin zgjedhor, me kërkesën për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, do të kenë edhe kërkesa për qeveri tranzitore, si në rastin e Maqedonisë, teknike, që do garantoj zgjedhjet, se janë emra të ndryshëm për të njëjtën gjë në fakt. Po. Dhe edhe për mbështetjen e një drejtësie kushtetuese dhe funksionale. Në një drejtësi që respekton të gjitha drejtat e njeriut, që vetë përmirësohet vazhdimisht, dhe që nga ana tjetër godet pamërshirshëm pastaj çdo politikan i cili na fut duart në përxhepa. Domethënë bie dakord me këto parime, bie dakord edhe me parimin e nevojës së një organizimi dhe thirrjes së një organizimi të përbashkët, proteste në afatin më të shpejt të mundshëm. Nuk është fjala për datën 10, sepse jemi shumë vonë. Për atë, ajo do të jetë një tryezë organizuar, një protestë organizuar nga Partia Demokratike dhe aleatët e vet, por pjesa tjetër pastaj eventualisht do t'i bashkohen në protestën e ardhshme ose nismat e ardhshme. Një datë për këtë tryezën apo ende nuk është përcaktuar? Në 3-4 ditët e ardhshme besoj që do të realizohet. Po, ne po punojmë që të ketë pjesa paraprake që palët kur të vinë në tryezë të jenë të gjithë dakordsuar. Po, mos të ulemi tryezë dhe të fillojmë të humbim kohë pafund aty, po kemi arritur në një dakordsi paraprake. Dhe pastaj në qoftë se do jeni të dakordsuar me disa pika, po themi 10 pika apo 20 pika, çfarë do ndodhi më tej? Pra supozojmë se do të mbahen protesta me të gjithë të pranishëm aty, ata që mbështesin opozitën. Po ama nga ana tjetër pyetja është kjo që kemi parë modelin e protestave që organizon Partia Demokratike. U sigurisht ka një pjesëmarrje të konsiderueshme dhe kjo nuk mund të mohohet pavarësisht nga përpjekjet e mediave pranë qeverisë për të reduktuar numrat, por gjithsesi këto protesta kanë ngelur aty. Nuk është bërë diçka më tej. Çfarë do të sjellë ndryshe kjo protestë e dakordsuar kësaj rate? Atëherë, problemi kryesor i protestave nuk është çështja e kreativitetit. Nuk është çështja se sa spektakël kanë, a gjen mënyrën e dur se si të bëhen interesante dhe të rëndësishme. Ajo që është e rëndësishme dhe që ndjehet, nuk shihet me sy, po që ndjehet, është kur në protest marrin pjesë pastaj edhe njerëz të tjerë jashtë partive politike. Është kur gjithë populli opozitar
gjithë opozita e këtij vendi, qytetarët që janë Po jashtë edhe partive. elektorati i gri aman, që nuk është afër. Edhe një pjesë e konsiderueshme e elektoratit gri, kur edhe ata dalin në protestë. Edhe ata kanë njëjtat arsye me ne për dalë në protestë. Dhe kur edhe këta dalin në protestë, atëre gjëja bëhet serioze dhe atëre presioni është maksimal. Okej? Mund të ndodhi që Rama vendos që nuk e merr parasysh këtë lloj presioni. Më duket e vështirë. Minimalisht protesta shfaq dhe mobilizon qytetarët, i tregon çdo qytetari, duke parë majtas edhe djathtas që ka shokët, fqinjët, familjarët aty që nuk janë dakord, dhe natyrisht që kjo i mobilizon dhe i frymëzon dhe më tepër njerëzit. I tregon dhe opinionit publik ndërkombëtar edhe përfaqësuesve të përfaqësive diplomatike në Shqipëri, që shqiptarët kanë një qëndrim në shumicën e tyre kundër qeverisjes aktuale. Këto janë efektet që arrin. Nuk do përmbyset qeveria me dhunë, nuk është se protestuesit do marrin ca flamuri edhe do ngjiten militare me shkallë nëpër muret e kryeministrisë dhe do ngulin flamurin atje në maj. Nuk jemi në atë teori ose fazë të historisë. Por nga ana tjetër, në momenti që në shesh do të ndihet që dalin qytetarë përtej partive politike, atëherë gjithçka është vendosur. Atëherë nuk kam gjë tjetër për të diskutuar. Qeverisja mund të vazhdojë, mund të rezistojë, por historia ka marrë fund, thjesht do zvarritet. Në fakt jeni figura për tu admiruar bashkëpunëtorët që përmendet, po dhe juve, lidhur me produktet që keni sjell shoqërisë. Do të flasim pak më tej dhe për edukimin, sa te kam merak në veçanti. Dhe do më thënë, shpërfaqja juaj me idet që ju keni, sigurisht keni qenë në zëra vokale lidhur me zhvillimet në Shqipëri, nuk është se papritur dolët, por tani si duket lëvizja ose idet tuaja u intensifikuan më shumë. Mua personalisht më krijoi iden që në një farm, nuk e di, mund të jem e gabuar, që po shmangni, se dua të jem e kujdesshme edhe te fjalët që përdor, po shmangni pak, ose më saktë jo se po e krijoni ju, po vetvetiu thirrja e një tryeze të tillë shmang partinë kryesore, që është Partia Demokratike, nga përgjegjësia e për tu reformuar në vetvete. Ky është jo vetëm një perceptim i imi, po dhe i publikut. Kam lexuar me shumë vëmendje ndjekësit në rrjetet sociale se cila, si thuash, është teza e tyre fituese, që dakord, po Berisha vazhdon dhe është aty. Detyrojmë të them Berisha, se Partia Demokratike është Berisha, Berisha është Partia Demokratike. Nuk është se është dikush tjetër te Partia Demokratike. Unë nuk e di nëse ju dëshironi të bëni një koment për këtë. Mund mos ketë qenë fare qëllimi juaj, por praktikisht kur ne prisnim që Partia Demokratike, që supozohet fitoj pushtetin, nuk po them të reformojë 100%, po të hapej minimalisht, edhe përkundër disa rebelimeve si rebelimi i Salianit e tjerë, po edhe para tij, nuk ndodhi kjo. Tani të bëhem unë gazetari. Po. Kush e vendos ndryshimin e Partisë Demokratike? Kush e vendos? Gazetarët nuk e vendosin njerë. E vendosin ata që janë vetë në Partinë Demokratike, antarët e Partisë Demokratike? Atëherë, si mund t'ja kërkosh këtë dikujt që nuk është as antar i Partisë Demokratike, as një lloj përfaqësuesi i Partisë Demokratike? Do të thënë, se çfarë mendoj unë për Partinë Demokratike, kam vite që e them dhe është e qartë. Nëse doni vazhdojmë, i kthehemi edhe unë ju them kritika pa merak fare, sepse këto kritika kam thënë në sy edhe kryetarit Partisë Demokratike, këtë tryeza e fundit që ishim, nuk e kam atë lloj kompleksi ose problemi. Çështja është kush e vendos këtë gjë. A e reformoj dot unë ose ne ose çdo lloj gjëje tjetër nga jashtë Partinë Demokratike? Nuk e reformojmë dot. Nuk është detyra jonë, as nuk është kompetenca jonë ajo. Nëse vjen një ditë Partia Demokratike, thotë Ermal, kemi ngel në dorën tatë, tani na e zgjidh ti problemin, siguroj që s'do ja prish. Po ne e dimë që kjo s'ka për të ndodhur. Kështu që reformimin e Partisë Demokratike, për të qenë realist, do duhet ta bëjnë vetë ata që janë Partia Demokratike. Ne nuk kemi çfarë të bëjmë aty dhe nuk është misioni jonë. Njësoj siç nuk mund të bëjmë reformimin e cilës do parti që është aty brenda, ose fuqizimin, ose nuk e di se çfarë.
Kjo është e pamundur. Nëse një parti të fton, po. Shumë Partia Mundësia gjatë fushatës fundit, her pas here ka kërkuar mendimin tim për çështje të ndryshme dhe duke besuar në me sinqeritet. Nga përvoja juaj me në Tirana edhe Patjetër, duke besuar në misionin e tyre, e besoj akoma, i vlerësoj akoma për misionin e tyre, i kam ndihmuar, kam kontribuar në mënyrë modeste, më sa kam mundur, por ma kanë kërkuar ata. Kjo është kur vetë partia të kërkon dy diçka. Po në fundit kush jam unë? Që të shkoj dhe t'i jap mend një partie politike tonë se çfarë duhet bëjnë. Është shumë pretencioze. Jam shumë dakord. Se kam as atë pushtet dhe as atë kërkesë. Po në qoftë se më thërret dhe mua në tavolinë dhe më bën një kritik. Po. Pra si të thuash. Po kaç mund të bëj unë? Kaç mund të bëj? Derisa më ke thërritur, më vlerëson pra. Po, kur më thirri Partia Demokratike më ftoi në tryezën e vet, u shkova dhe i bëra kritikën time. Kritik pozitive për t'u përmirësuar. Po mirë, thellë në vetë, a nuk mendon që pa dashje po e falni? Një sekond, në rastin konkret jam unë që po e ftoj Partinë Demokratike diku. Dhe jam i detyruar ta ftoj ashtu siç është. Nuk e zgjidh dhe nuk po e ftoj Partinë Demokratike për ta qortuar, kritikuar ose ndryshuar. Unë i marr si fakte të mirëqena kapacitetet e partive, identitetet e partive, strategjitë e partive. E vetme gjë që unë mund të bëj në këtë moment është kjo. Ju të dashura parti jeni si jeni, problemi juaj, po të doni kalojmë studio televizive dhe unë ju them mendimet e mia se si duhet përmirësohen etj, por nuk kemi studio televizive, as në kafe, kështu. Kështu si qeni, hajdeni dhe gjejmë ato çfarë keni pika përbashkëta. Sepse bashkë mund të jetë më pikërisht. Kjo nuk e shmang, kjo gjë që po bëjmë nuk e shmang ose nuk e pengon çështjen e reformimit të partive. Unë mendoj që është jashtëzakonisht e domosdoshme, jo vetëm në moment, por në çdo moment. Dhe gjithmonë është koha e dur për të përmirësuar një parti politike. Dhe partitë politike në Shqipëri kanë nevojë vazhdimisht për këtë gjë. Në rastin konkret nuk është as detyra dhe as kompetenca jonë. Do të thënë, a mund të ndodhi që nga kjo tryezë partitë dalin, përfitojnë ose dalin me imazh më të mirë, me që përmendet rastin e Partisë Demokratike. Po, unë mendoj që mbi bazën e kësaj tryeze, nga kjo tryezë Partia Demokratike do dalin me imazh më të mirë. Është e sigurt, por nuk është ky qëllimi im, ky është produkti i asaj çfarë del ose pasojë e asaj çfarë del. Po qëllimi i tryezës nuk është për të përmirësuar imazhin PD-s ose lapajt ose shejajt ose dikujt tjetër. Qëllimi është si t'ja bëjmë që të zgjidhim një problem shumë më të madh që e kemi që të gjithë njësoj mbi kokë. Dhe s'po e zgjidhim dot se secili po lufton për qeft vet nga frëngjit e veta. Pra secili është i vetmuar dhe bashkë është më patjetër. Më probabël pra për tu realizuar. Mirë po nesër në zgjedhje, ne sy do t'i kemi nga partia që ka mbështetje më të madhe apo jo? Nga të gjitha, pse jo? Po edhe nga secili do ketë pjesën e vet. Patjetër, nga të gjitha partitë do i kemi secili do zgjedhë sipas preferencave të veta. Po kjo është çështje e partive, aty s'ndërhyjnë dot. Domethënë nëse më dikush më thret nga Partia Demokratike thash ose nga Partia Lape, më thonë normal ç'a mendimi ke, unë ja them. Po nuk është ky qëllimi i tryezës. Gjatë kësaj kohe ke pasur kontakt me Berishën? Kam pasur kontakt me të gjithë. Me të gjithë. E vlerësojnë në nismë, sidomos jam shumë kurioze për Berishën. Cili është vlerësimi i tij? Vlerësimi është pozitiv, është shumë pozitiv. Qëndrimi ka qenë shumë korrekt, inkurajues, me thënë vërtetën. Ka pranuar bashkëpunim pa kushte, është komplet i hapur për gjërat që janë diskutuar, dhe kështu duhet jetë në fakt. Unë shoh që ka qenë shumë konstruktiv si bashkëpunim, edhe nga antar të tjerë, të drejtues të tjerë të Partisë Demokratike, në mënyrë formale e informale, kemi marrë mbështetje. Sepse shikohet që është edhe në interesin e tyre. Po patjetër, është në interesin e çdo partie. Do të thënë kanë luftuar shumë gjatë dhe nuk janë aty mbase ku duhet të ishin. Çdo parti përfiton diçka, përveç asaj pjesës interesit të përbashkët, përfitojnë edhe vetë. Partia Demokratike natyrisht nëse ky tryezë del me sukses, në një farë mënyrë pastrohet nga ato akuzat që është një parti që do t'i kontrollojë të tjerë, do t'i zhduki, që i sulmon, është agresive. Gjitha këto akuza bien nëse kjo tryezë funksionon. E njëjta gjë për Shqipëria bëhet. Shqipëria do të dalë si një parti e cila tregoi përgjegjësish politike, vetëdije politike më të lartë, sepse vendosi që të lejë disa interesa personale të partisë për të dalë në një nivel më të lartë dhe tregoi përgjegjësinë u ul në tryezë me të madhin
me Partinë Demokratike dhe ulsi e barabartë, siç po ulen gjithë partitë e tjera. Domethënë 2 përfaqësues në tryezë do ketë PD-ja, 2 përfaqësues Shqipëria bëhet. Secila prej këtyre partive përfiton diçka si parti, pavarësisht se nuk është ky qëllimi. E në fakt është ju jeni përmendur lidhur me kandidimin që ne prisnim mbase për Bashkinë Tiranë, edhe unë desha t'ju pyesja nëse keni pasur, sigurisht ju nuk është se keni fshehur dëshirën po t'ju vinte një propozim apo jo. Por a keni pasur ju një propozim nga Partia Demokratike lidhur me një kandidim të mundshëm, po themi, si kandidat Për Bashkinë e Tiranës? Për të ardhmen apo për të shkuar, në të shkuar. Kur priteshin që të realizoheshin zgjedhjet, por që nuk u realizuan. Jo, në atë kohë nuk kam pas komunikim me Partinë Demokratike, kam pas komunikim gjithkohës me drejtues të Partisë Demokratike, me Berishën jo. Me Berishën jemi takuar në kuadër të kësaj tryeze. Kam patur komunikim, por jo propozime ose nëse do të keni një propozim, po themi në të ardhmen e afërt, do ta konsideroni? Patjetër që do ta konsideroj. Do të thënë do ta konsideroj, do ta shoh në çfarë konteksti bëhet, me çfarë kushtesh bëhet. Nuk është se unë jam fut kësaj gjëje me idenë për të arritur një këtë lloj pozicioni se gjë për veten. Do të kemi parasysh njerëzit se shikojnë ndonjëherë dhe shkrin me qesh njerëz Facebook, ja ky po e bën këtë gjën se do marrin në një post këtu ose aty. Jemi pak natyra që na shkon direkt mendja te rezultati ose te ajo që duam të arrijmë. Jo se unë jam mendje madh, me thënë vërtetën, po edhe duke qenë modest, njerëzit duhet të kuptojnë që këtu nuk është çështje posti, sepse dikush mendon që të marrësh një post është gjë shumë e rëndësishme dhe e vështirë. Jo, nuk është në Shqipëri. Është shumë e lehtë më tje. Nëse ti je njeri që ke një po ti pëlqesh kryeministrit, po themi. Nëse ti je njeri që ke një imazh pozitiv, je njeri që i panjollosur, që nuk të akuzon dot dikush për diçka, për vjedhje, për korrupsion. Ke një farë niveli, një farë shkollimi, ke arritur diçka në jetë me shpatullat e tuja. Nuk je ti që shkon edhe kërkon poste. Vinë ja të tjerë që kanë nevojë sepse kanë nevojë të përdorin imazhin tënd. Nuk po flas për veten, po flas për njerëz të kësaj kategorie. Kështu që në këtë rast kur del dikush e thotë po e bën këtë gjë për post, ti shkresh me qesh sepse ti postet aty ke, po të duash shkon, nëse unë dua një post sot, supozojmë nga cila do parti, më përfshit ajo që është në pushtet. Shkoj dhe them dua një post, edhe pik, mbaroj historia, sepse ajo cila do parti sot ka nevojë për njerëz të sigurt. Cila do, edhe të mëdhajet edhe të voglat. Sepse në Shqipëri janë konsumuar shumë njerëz, janë djegur shumë njerëz, është rënuar imazhi i shumë njerëzve, me drejt ose pa drejt, çonci ka. Dhe është hedhur shumë balt paraprake. Domethënë, edhe ne tani po përpiqemi të bëjmë të gjë dhe në të njëjtët supozojmë del diku një gazetë, boton një portal, boton një lajm për ne, dhe ti shikon i pari thotë ky është Klyshi Saliut, tjetri thot këtë e ka fut Agroni për të bërë kështu. Ne duke tjetri thot Klyshi Sorosit, ne mbështetemi nga Fundacioni Soros me 2 projekte në fakt, dhe jemi shumë mirënjohës që na kanë mbështetur për të prodhuar produkte dhe kanë përshtypjen që mjafton të thyshte website-i dhe gjendet sipas atyre që mund na interpretojnë lidhja në thonjza. Po ja dolët edhe ju spion të Soros. Po dolëm me patjetër. S'ka më pa më se gjithë Shqipëria janë të spion të Soros. Gjithse kush ka mendimet e veta dhe sa mirë që jemi kështu të lirë për t'i shprehur, do të flasim pak më vonë dhe për liri në fakt, po a keni pasur ju se përmendet Florian Haçkaj dhe të tjerë, a keni pasur ndonjëherë diskutime se nesër në një të ardhme mund të jeni edhe një forcë politike në Shqipëri? Nuk e kemi këtë ambicje. Nuk e keni. Jo, domethënë qëllimi jon ka qenë ky që ne të bëjmë diçka, natyrisht që secili për ne ka dhe egon e vet personale, ambicien e vet personale, do doj që si çdo njeri tjetër që të ketë një impakt pozitiv në jetën publike. Nëse unë ja dal që të bëj diçka e cila më bën krenar, e cila më bën të jem i lumtur dhe i kënaqur sepse është diçka pozitive, me këtë e mas të, atëherë natyrisht jam i lumtur. Asnjëri nuk ka qef të rikotë dhe të rrafi ujin tavan tash, për gjëra pa vlerë dhe pa dobi. Patjetër që po, secili
nga ne ka këtë gjë dhe jo vetëm ne, e kanë gjithë edhe ju me këtë podcast që po bëni, i cili është qëllimi, doni të keni një informojnë impakt. publikun edhe Patjetër, po doni të keni një impakt. Ju do donit për shembull që të ishit podcasti më i shikuar në Shqipëri. Jo dhe aq, me thënë drejtën, jo dhe aq, mbase kanë podcaste të tjerë këtë aspirat. Ose të paktën që të keni një ndikim pozitiv të njerëzit që e ndjekin podcastin. Ne duam që sikur njët na dëgjoj, Po shumë mirë, ja. të ndihet realisht që po dëgjon sa gjëra të vërteta. Po, dhe shumë mirë. Domethënë doni të keni impakt, edhe ne duam të kemi impakt. S'ka asgjë të keqe me Dhe impaktin, dhe nuk kemi nevojë në këtë moment që të kemi parti politike, të bëjmë parti politike të re, ndërkohë që janë plot për ta realizuar këtë lloj impakti. Domethënë në javën e fundit që po flasim, që nga e hëna e shkuar brenda në këto 8 ditë, brenda 8 ditësh, është folur gjithkohës, çdo ditë, pothuajse në çdo emision politik për këtë nismën tonë. Jo se po bëjmë ne një mrekulli ose në diçka, po thjesht ishte koha, ishte momenti i dur për ta bërë këtë gjë. Domethënë, ja kemi dalë që minimalisht i bëjmë njerëzit të diskutojmë për atë gjë që po bëjmë dhe eventualisht, po kjo do ta vërtetoj koha, të bëjmë edhe diçka pozitive. Hapët debati në fakt në shoqëri dhe s'ka më mirë se sa kjo. Pse unë dua t'ju pyes në fakt për çfarë mësuat ju nga ne Tirana, se jam shumë kurioze ta di, sidomos sa i përket elektoratit gri ose atyre njerëzve që janë krejtësisht të tërhequr në Shqipëri. Shpeshherë diskutoj në fakt edhe me njerëz që bëjnë profesione të ndryshme, që kritika e tyre është që nuk ka më intelektual Shqipëria, nuk ka më profesionist Shqipëria. Unë kam komplet një qasje tjetër. Më duket sikur intelektualët, nuk e di nëse jam 100% e sakt, po sikur intelektualët dhe profesionistët dhe sipërmarrësit janë krejtësisht të tërhequr. Merrem me punët e tyre. Po, domethënë janë tërhequr, nuk është se s'ka. Ka. Cili është këndvështrimi që ju keni duke e lidhur edhe me faktin se i keni parë këta njerëz edhe si elektorat, gjatë përvojës që keni pasur, thithët aty 15.000-16.000 vota? Po gati 16, pa. 5.6% votave të Tiranës, që është shifër e pa arritur deri më sot në Tiranë. Edhe në Shqipëri, nga çdo lloj kandidati i pavarur. Është rekord që e mbajmë me shumë krenari. Pa financa, pa mbështetje televizive, përkundërzi. Çfarë mësuam? Një nga gjërat për shembull që kemi mësuar ose që kemi konstatuar, në fakt është që ka një kundërvënie, të cilës duhet të gjesh atë pikën e ekuilibrit midis demokracisë së hapur, të plot, të drejtë për drejt, edhe leadershipit. Ose një lloj si thosh një lloj demokracie të udhëhequr. Don kush problemi? Nëse ti merr një nismë caktuar politike dhe i thua kush të dojt na bashkohet, edhe vinë aty dhe bashkohen njerëz të cilët po ti s'ke asnjë lloj garancie që mendojnë si ty, secili mendon për çeft vet. Mblidhen aty, vinë 50-60 veta. Ka një rrezik shumë të madh që vendimarrja aty të bëhet e pamundur, sepse fillon secili sa flasim për këtë, njëri gozhdës, tjetri patkojt e tjerë. Sa për drut, sa për shkarpa, është fiks shpreha shqiptare, po. Dhe kur vjen punat e vendimarrja do të reflektojë nivelin mesatar të atyre që janë aty. Dhe çështja është, ky është dhe paradoksi i demokracisë, fakt, i demokracisë përfaqësuese që kemi ne sot. Se ne s'kemi demokraci drejt për drejt, kemi përfaqësuese. Ne votojmë që dikush na përfaqësoj. Dhe kush është parimi? Nga një anë ne kemi demokraci, domethënë që ne japim mundësinë popullit të votojë, të marrë vendim. Nga ana tjetër, komplet kontradiktore, kjo demokraci është përfaqësuese. Pra, ti je të drejtën dikujt votoj, po vendimet do i marrë dikush tjetër. Domethënë, edhe e kemi demokraci, po dhe e kemi aristokraci. Çfarë thot aristokraci? Aristoteli, për shembull, kur i nxirr Aristoteli, Montesquieu-ja, të tjerë, domethënë, se mora që nga antikiteti deri në modernitet, sistemet që vlerësonin, për shembull, sistemet aristokratike. Pse? Sepse ata mendojnë kështu që njerëzit që marrin vendime duhet të jenë të informuar, duhet të jenë njerëz që marrin vesh, që kanë ndjekur, janë shkolluar etj etj. Dhe demokracinë e kanë parë gjithmonë me një lloj përbuzje në atë kohë. Unë natyrisht nuk e shoh me përbuzje. E shoh me kufizime, po jo me përbuzje. Dhe ata thonë kështu, si mund t'ja lësh në dorë ti, se di për shembull, mbledh po të marrësh, ndërtosh sot një tryezë, ta ndërtosh parlamentin siç është shoqëria shqiptare, ti do në parlament do kesh për shembull, hajde marrin njerëz nga rrugat vendosën, si Greqinë e lashtë. Përsi se s'merreshin nga rrugat, kishin ca censura pronësore. Hajde marrim njerëzit, ta bëjmë përfaqësimin perfekt. Gjysmën e parlamentit duhet ta mbushim me njerëz që vinë nga fshati, për shembull.
që nuk i njohin problemet e qytetit. Gjysmë tjetër i merr nga ajo. Gjysmë do të jenë zonja, gjysmë do të jenë meshkuj, kaq përqind duhet të jenë rom, kaq përqind duhet të jenë kështu ose ashtu. Dhe ajo që do ta prishte të gjithën pastaj që do na hapte shumë probleme është që në parlament do duhet të përfaqësoheshin edhe nivelet intelektuale të njerëzve. Do të thënë në parlament do kishim vetëm 7-8% njerëzve me diplomë universitare. Atëherë, se kjo do ishte demokracia e vërtetë, kjo demokracia e pastër, zgjidh njerëz. Ku është problemi? Problemi është që po ja lë këtij grupi në dorë të marrë vendimet, ne e dimë se çfarë vendimesh do dalin. Kjo është arsyeja pse në kushtetutat e sotme, për shembull, ligjet që kanë lidhje me buxhetet, për shembull, ligjet që kanë lidhje me taksat fiskale etj, nuk i lehen referendumeve ose nuk i lehen në dorë njerëzve. Po ja lehen në dorë njerëzve se ke problem. Dikush mund dalin nesër dhe thotë hajde ta bëjmë rrogën minimale 3.000 euro. 90% e shqiptarëve mund të votojnë po. Pse? Po kush do t'i paguajë? S'ka një pikërisht. Po këtë e di unë edhe ti. Po dikush që është aty në ar, thotë ti gjej shteti lekët punë e madhe. Ku doj? Ti o marrë atyre që kanë. Okej? Problemi është, siç thoshte Margaret Thatcher, që vjen një moment ku lekët atyre të tjerëve mbarojnë. Do të thënë, kjo është një gjë që kemi mësuar aty brenda që ka një kontradikt të fortë. Ti duhet gjesh ekuilibër midis demokracisë së brendshme në një parti edhe leadershipit. Një lloj aristokracie në thonjës, aristokracie e meritës dhe inteligjencës, jo aristokracie e trashëguar e gjakut etj. Kjo është një nga gjërat që gjëja e dytë është pastaj që kur i futesh asaj pune ti duhet të jesh i durueshëm. Duhet të futesh e duhet të qëndrosh aty. Një nga gabimet që kam bërë, për shkak që kur e krijuam atë gjën në fund të zgjedhjeve, kur ishim me sfidën për Shqipërinë, për shkak kur dolëm zgjedhje parlamentare, morim ja 3.000 vota, edhe mund të jenë vjedh shumë prej atyre, se në atë kohë dhe vidheshin shumë vota, sot vidhen më pak, sot blihen më shumë, por vidhen më pak. Dhe në fund të asaj unë mërzita, thash nuk unë mërzita me njerëzit që nuk na votojnë, jo thjesht me ata që kisha rrotull. Ky ishte problemi. Edhe me ata që kisha rrotull, isha relativisht të zgënjur, se thoya unë jam për shtetin e vogël, për lirinë e sipërmarrjes, për meritokracinë, jam për mbështetjen e sipërmarrjes sepse ata janë njerëzit që prodhojnë mirëqenie dhe pasuri. Në krahun e djathtë, le të themi, ke liberalizmi ekonomik, domethënë. Ndërkohë që në Trojez aty mund gjehet dikush që ishte gjysmë marksist për shembull. Që shteti duhet bëj këtë, duhet bëj këtë, duhet bëj. Okej, më bëjmë me çfarë do bëj? Me lekë të kujt? Me qiçran hell. Domethënë, ti nuk mund të bësh një parti të tillë ku njerëzit që ke aty në tavolinë nuk mendojnë njësoj. Nuk është e rëndësishme ma mendojnë si unë, si tjetri. Puna është kur kanë diferenca aq të mëdha, është e pamundur. Unë nuk mund të jem te partia Televizja Bashkë e Arlin Çorit. Ka asnjë lloj kuptimi, jam komplet në antipod të saj. Ashtu si dhe Arlin Qori mund të jetë në ke Agron Sheaj për shembull, sepse edhe ai është në antipod nga pikpamja ideologjike. Po në fakt, a kuptuat aty rrugë se si këtë elektorat gri mund ta afroni drejt partisë, sepse kam përshtypjen që në Shqipëri ky është nga problemet kryesore. Për shembull, pavarësisht se ndoshta Partia Demokratike nuk ka arritur do të fitojë pushtetin, por i ka ata ndjekës që i ka. Ata që ne i quajmë militant në gjuhën praktike, po themi, po ata votues. Dhe asnjëherë nuk ka anuar peshorja për të fituar. Dhe kam përshtypjen që ky elektorat gri nuk po motivohet mbase për të afruar në mos drejt PD-s, drejt një partie tjetër, nuk ka rëndësi, po për t'u angazhuar. Po, e vërtet. Cilat mund të ishin format? Janë disa arsye. Arsyeja e parë është elektorati gri ka më pak arsye përgjithsisht për të votuar. Duhet ta motivosh fort dali dhe votoj për dikë. Kështu që ta motivosh fort, një nga elementet për shembull që ne synojmë ta ngjallim te ky elektorat është që të shohë shpresën që personat që ti po voton do kenë impakt. Do shkojnë në parlament, do marrin vendime, do flasin në emrin tënd. Po nëse ti voton për dikë, duke e ditë që ai gjithsesi s'do fitojë, nuk ka një kuptim, ti përton, ti je në plazh aty, do shkoj, supozojmë ke shku në Dërmi atë ditë, domethënë zgjedhjet janë në Tiranë, ditë e diel, e ti thotë do lejon plazhin tash, do shkoj deri në Tiranë, të votojë për çfarë? Do votojë për dikë thjesht për inat, sepse e di që kush do fitojë. Kështu që s'ka kuptim. Po kur ti shikon një bashkëpunim partish, kur ti shikon pse janë të ardhme në ndonjë koalicion apo diçka midis partive që vërtet mund ta bëjnë këtë gjë me njëra tjetrën,
atëherë ty patjetër që të rritën shpresat, ti thu vota ime ka kuptim. Domethënë kjo është ajo njëra gjë. Pra vendimmarrja ime ka peshë në këtë rast. Elementi tjetër pastaj është elementi ideologjik, edhe ai motivon edhe është i qartë. Po elementi ideologjik është diçka që në Shqipëri mungon relativisht, po që ka nevojë edhe për atë që quhet në Francë quhen pedagogji elektorale. Domethënë nuk mjafton që ti dalësh me idetë tuaja dhe ja ku i keni tash dhe zgjidhni si në supermarket, jo. Ti do duhet edhe t'ia shpjegosh njerëzve atë që po bën. Për shembull, shembulli perfekt i pedagogjisë elektorale është një vend që neve na shkon mendja, është Argjentina. Ashtu? Po. Në Argjentina, Javier Milei, që ka të njëjtën filozofi politike me timen, është një vend i majt, me tradita, me praktika etj. Dhe për shkak se është i majt dhe shumë i majt, ka dështuar prej 40-60 vjetësh, domethënë, që dështon, sepse dështon qeveria majt e njerëzit thonë, "Jo, duam një shtet edhe më të fortë, edhe më që të na i garantoj këto që s'na i garanton këta." Dhe sjellin një shtet akoma më të fortë dhe që bën akoma më shumë gabime ose që bën akoma më shumë të njëjtat gabime që kanë bërë edhe të tjerë më përpara. Vjen një moment ku del një tip i cili është me sharr në dorë, këndon hip hop e bën etj, ka rëndësi komplet ekscentrik, i cili del dhe ju shpjegon njerëzve, thotë, "E keni gabim. Nga ju kanë ardhur gjithë këto probleme, nuk kanë ardhur sepse shteti nuk ka qenë mjaftueshëm i fortë. Përkundrazi, sepse shteti që të jetë i fortë duhet ju marrë shpirtin juve, duhet ju vej taksa. Si do t'ju japi shteti gjithë ato gjëra që kërkoni përveç se po ja nuk ju amori atyre që punojnë 24 orë në ditë, thyen në mes për të krijuar vende pune, mirëqenie etj. Atëherë doni të pasuroheni? Po. Hajde japi mundësinë çdo argjentinasi që të punojë dhe pasurohet me punën e tij, po jo të jetojë me atë çfarë t'i jep shteti. Dhe njerëzit ndalojnë një moment, në Argentinë me sa duket janë çike edhe më të kanë nivel kulturor, politik, njohuri politike më të larta dhe ekonomike se sa ne. Dhe çfarë bën? Vjen një moment njerëzit thonë, "More mos ndoshta ka drejt kë?" Dhe vendi më i majt i Amerikës Latine papritur voton për një njeri i cili qartazi flet për politika ekonomike të djatha. Rezultati fantastik. Në momentin që ne flasim, inflacioni në Argjentinë ka rënë në nivelet normale të Europës. Inflacioni shkonte deri në 200%, 240% ka qenë përpara se të merrte në vit. Ka qenë përpara se të merrte Javier Milei pushtetin. E imagjinoni, domethënë ti me rrogën sot, masi muaj e rrogë ka 1/5 e vlerës. Do ta harxhosh më njëherë ose do ta kthesh në valuta. Domethënë monedha vendase s'ka si vlerë. Ky është rezultati. Dhe ky e kthen komplet situatën. Bëhet treg i besueshëm, merr një kredi amerikane, të cilën e kthen disa muaj përpara afatit, ulet niveli i varfërisë 4 herë më ulët, bizneset lulëzojnë, vendi bëhet i besueshëm në institucionet ndërkombëtare. Dhe ja ku bëhet. Pra duhet kjo lloj pedagogjie elektorale, duhet që ti dalësh ke njerëzit dhe të thosh, "Shiko, un po ju propozoj një ilaç. Ky ilaç është i hidhur. Po ky shëron ama. Po ky shëron. Nëse doni, ju jap karamele, ju jap placebo. Janë tëmbla, po s'ju bëjnë mirë." Do thënë, ajo çfarë ndodh zakonisht përfshirë në Shqipëri është që politikanët dalin dhe nuk ta thon këtë gjë. Ato thonë, "Ç'a do ti? Du këto karamelet." A ke drejti? Karamelet, sa ata maskarinë e tjerë nuk ju kanë dhënë karamele juve. Ata flasin për ilaçe. Leni budalliqe me ilaçe. Ju duhet hani karamele, se ju keni të drejtën tuaj legjitime për të ngrënë karamele. Ti ha karamele dhe pastaj ngordh nga diabeti. E në fakt se arritëm kështu natyralisht te ideologjia, jam e bindur që ju mendoni që një qeverisje e djathtë e shpëton Shqipërinë apo jo? Patjetër. E djathtë nga pikpamja ekonomike. Dhe unë e pyes gjithmonë veten dhe them cili është ai parim, ajo vlerë pa cilën unë nuk do jetoja dot dhe në fakt është liria. Ju jeni libertarian apo jo? A mund të shpjegoni ndoshta për ata që na dëgjojnë si kjo ideologji ose ajo që ju gjykoni që mund të jetë zgjidhja më optimale për Shqipërinë reflekton dhe tek e fundit na sjell një jetë më të mirë ne që po jetojmë prej vitesh. Kam përshtypjen jemi akoma në tranzicion edhe se kemi kaluar. Patjetër. Merrni gjithë historinë e Shqipërisë. Ai po themi që nga koha e Turqisë. Dakor? Aty fillojnë kanë kuptim dhe politikat publike etj. Çfarë ankesash kemi ne? Turqia na lat prapa mbetur etj. Shteti nuk funksionoi. Kjo pjesë. Iku Turqia, erdhi pavarësia. Çfarë ishin ankesat që kishim gjatë gjithë kësaj? Shteti nuk funksionoi.
ishte i paqëndrueshëm, ishte i korruptuar. Erdhi zogu. Çfarë ishte ankesa? Të njëjtat. Shteti nuk funksionoi. Nepotizmi etj. Po. Vjedhja, korrupsioni dhe. Erdhën komunistët. Ç'a ndodhi? Shteti jo vetëm që s'funksionoi. Problemi është që funksionoi shumë mirë në diktaturë. Shteti u kthye i mori shpirtin njerëzve për shkak të marksizmit. Iku dhe jo, erdhi tranzicioni. Kemi 30 vjet në tranzicion, 33 vjet sa na u bën, 34 vjet në tranzicion. Çfarë është ankesa kryesore që kemi gjithkohës? Shteti po na vjedh. Shteti është i papërgjegjshëm, shteti s'po funksionon. Atëherë ti ndalesh një moment dhe thua gjithë historia e Shqipërisë dhe gjithë historia e njerëzimit, në fakt, është ankesë ndaj shtetit. Cila është zgjidhja? Zgjidhja nuk është që ti të gjesh një shtet tjetër më të mirë etj. Po sikur ne ti heqim shtetit pushtetin që ta ndikojë në sferën ekonomike. Po sikur ta pavarësojmë ponjza ekonominë nga shteti siç kemi pavarësuar fen. Po sikur ta bëjmë që shteti mos t'i bjerin qaf edhe t'i rëndoj gjithë ta njerëz që duan të punojnë. Ç'a bën shqiptarët? Shkojnë në Zvicër, Norvegji, Amerikë, ku ke liri ekonomike dhe pasurohen. Punojnë edhe pasurohen. Ke milioner shqiptar, mos them edhe miliarder në fakt. Po tjetër gjë, po ke milioner shqiptar pafund nëpër botë. Si shpjegohet që nuk kemi në Shqipëri këta njerëz? Nuk ke sepse s'të le shteti. Sepse shteti do viktu dhe do të përmes favoreve politike, përmes gjithëre me, shteti ke korrupsion, pronën nuk e ketë garantuar, ti çohesh një ditë shkon kadastër me vesh që pronën tate ja kanë mos dikujt tjetër, etj. Shkon gjyqi do 15 vjet që të t'japi të drejtë ty. Me raste më të mirë se do mundoj dhe më tepër, kam një gjyqëm që përpres për një 10 vjetësh apelin. Se fakti më ka dhënë drejt mua, apeli tash gjyq civil po pres që Okej, domethënë të gjitha këto bashk bëjnë që ti të kuptosh, prit, po sikur ta kufizojmë shtetin, na lej të punoj shteti. Pastaj, kur ti do të dëgjosh edhe studime, do të analizosh edhe ç'a ndodh jashtë. Ç'është të provojat e shteteve të tjera dhe historive të tjera, po. Merr edhe gjend 4 shtetet më të pasura të botës. Edhe shikon, ç'a kanë përbashkët këto shtete? Se njëri është Singapori në fund të dynjas, qeveriset e vogla. Tjetri është Luksemburgu në mes të Europës, një tjetër është se di se ç'a shteti tjetër, e ti shef, e thu, pse këto shtete janë të pasura, ç'a kanë të përbashkët? Se burimet natyrore njëri ka, tjetri s'ka. Dhe nuk janë ato të naftës, është tjetër gjë nafta. S'po flas për shtetet e naftës. Dhe ti shikon që kanë gjitha një gjë të përbashkët, lirinë ekonomike. Shteti shkurt i le njerëzit të punojnë. Shteti nuk i masakron me taksa. Shteti garanton që nuk do të ketë korrupsion. Shteti garanton që do të ketë konkurrencë në treg, jo monopole. Shteti garanton që prona jote është prona jote, s'ta prek dot asnjëri. E ketë në mbrojtur me kushtetutë. As shteti vet nuk ta prek dot. Dhe në atë moment ti e kupton pastaj atë që do duhet ta kuptonim që të gjithë, që problemi, që zgjidhja nuk është shteti. Shteti është problemi. Shteti është problemi. Të gjithë këto vende që kanë ndërgullu pasuri e gjithë këto gjëra, e kanë ndërtu pikërisht sepse e kanë kuptuar që pasurinë mirëqenie nuk ta bën shteti. Ta bën individi, ta bën interesi personal i individit për të fituar. Ç'a do të bëj shteti, dhe ne e dim, ata që kanë arrit kohën e komunizmit, se duhet të jesh më e re se unë, por në komunizëm ç'a ndodhte? Njerëzit dilnin mëngjes dhe bënin sikur punonin. Villnin edhe në një gjë aty ke vendi punës. Asnjëri nuk e bënte punën. Pse? Sepse ishte puna e shtetit. Kurse ai që çohet në mëngjes aty për të ndes furrën 3 mëngjesit për të bërë gati bukët, ai që do bëj gati dyqanin për të shit, ai që do bëj gati restorantin, që do bëj gati fabrikën për fasonet etj, ai nuk mund t'i bëj hile vetes. Ai do shkrihet aty dhe do ta bëj këtë gjë sepse fiton. Jepja mundësinë atëherë që përmes atij fitimi, përmes asaj pune ai të fitoj, dhe atë fitim ta investoj dhe ta shumë fishoj. Sepse ata punsojnë. Dhe mos futet aty, sidomos në rastin shqiptar pastaj, për ato situata që dëgjojmë dhe për ato dyshime mbi korrupsionin e jashtëzakonshëm. Patjetër. Po korrupsioni taksave tona që shkon atje. Korrupsionin. Nëse un kam marrëdhënie biznesi me kompani të tjera, a ka korrupsion? A ka korrupsion kur shkoj në restorant? A korruptoj dot unë dikën në restorant? Si mund ta korruptoj? Ose kur shkoj në një dyqan për bler diçka? Ose do shkoj do blej një paketë televizive ku diçka se çfarë. A ka korrupsion? S'ka korrupsion. Ç'a ka? Vetëm pazar. Sepse është një kontratë shumë e hapur. Kjo kushton kaq. Kjo kushton kaq dhe unë duhet t'jap kaq. Blihet duke qëndruar në radhë, po themi. Ti më jep diçka nga puna jote, nga djersa jote. Unë t'jap diçka nga djersa ime. Se lekët ç'a janë në fakt? Lekët janë djers. S'po flas për rastet kur ke bën me drogë me kështu.
Lekët janë djerës, janë punë, masin punën. Okay? Dhe në një situatë normale, flasën gjithmonë. Çfarë bën? Kjo është marrëveshja e bashkëpunimit midis njerëzve. Ku ka korrupsion? Korrupsion ke kur ka shtet. Vetëm shteti e mundson korrupsionin. Nuk ka korrupsion në treg. E tani pasi më shpjeguat gjithë pikpamjen tuaj, nuk ka se si mos të pyes se çfarë ju ka shkuar në mendje kur keni dëgjuar në hapësirën publike idetë e Lea Ypit. Jeni personi më aft për të pyetur për këtë gjë. Po vjen keq që s'është Lea këtu se duket kështu si. Kur flasim për persona pastaj. Jo, po ne po flasim për idetë. Njerëzit do të flasin për idetë, me thënë drejtën. Dakor. Dy gjëra. E para njerëz që është më e shpejtë, më e dukshme. Pasur plot njerëz që kanë sulmuar, janë tallur individualisht, personalisht me Lea Ypin, me fyerje, me tjerë. Jam komplet kundër kësaj, nuk më pëlqen absolutisht. Nëse ti ke një kundërshtim me dikën, nuk ka nevojë ta fyesh. Dil, nëse i Zoti dhe kundërshtoj idetë. Fyerje jo, kushdo që të jetë. Ka rëndësi. Kështu që në këtë aspekt kam qenë i zhgënjur pak nga reagimi i një pjesë të publikut. Ashtu siç jam po aq i zhgënjur pastaj, po në nivel tjetër, nga njerëz të cilët e kanë marrë Lea Ypin të paketuar, sepse është dikush që jep mësim jashtë, studion jashtë, tjerë, është edhe patjetër duhet të jetë njëri që për ky kompleks inferioritetit që ne kemi. Po, që ka po thot të vërtetën absolute sepse po na vjen nga Oxfordia, nga diçka tjetër. London School of Economics. Ska, unë e njoh London School of Economics, kam qenë edhe unë aty. Një tip qëndrimi postdoktoral në London School of Economics. Janë shkolla të cilat ofrojnë kushte më të mira studimi, por jo domosdoshmërisht ofrojnë, jo natyrisht që nuk të ofrojnë të vërtetën absolute. Dhe janë shkolla që janë kryesisht majtas. Fatkeqësisht, jo vetëm aty. Edhe studimet e mia në Paris, në fakt, studimet e dyta në Paris i kam bërë në universitetin më të majt të Europës. Dhe këtu vim tek idetë pastaj. Unë kam lexuar vetëm librin e parë. S'kam si flas për librin e dytë se nuk e kam lexuar. Nuk besoj që do kem kohë ta lexoj. Libri i parë, Free, është një libër i cili ka dy momente. Momenti i parë, niveli i parë i leximit është niveli i kujtimeve që ajo përshkruan, pavarësisht pasaktësive që i kanë gjetur njerëzit andaj këtej nuk kanë një lloj rëndësie. Ajo tregon një situatë Shqipërisë e cila mua më përputhet me atë që kam jetuar dhe unë. Kam parasysh një vit diferenca, një, ndoshta dy maksimumi kemi në moshë. Kështu që kemi jetuar pak a shumë të njëjtën situatë, njëjtën gjë. Tash a ishte busti Stalinit aty apo a ishte në një vend tjetër nuk ka një rëndësi të madhe. Në këto kritika nuk kanë shumë rëndësi. Rëndësi ka ajo fryma që ajo përshkruan aty, dhe tek ajo pjesë unë jam dakord, libri më ka shijuar, si thua. Problemi është tek faqet e fundit. Kur pasi përshkruan atë se çfarë ndodhte aty, ka një pasazh të shkurtër në cilin zonja Ypi thot pak a shumë, se po e perifrazoj tani se pa mend ta citoj saktësisht, po pak a shumë jep idenë që si në komunizëm, si në kapitalizëm, jemi njësoj të palirë. Dhe kemi të njëjtën mungesë lirie. Dhe unë me këtë nuk jam dakord. Sepse nuk mund të krahasosh një regjim totalitar ku liria përse është e dobësuar, por thjesht nuk ekziston, është komplet e riinterpretuar, një regjim që jo vetëm ta zhduk lirin, po edhe të thotë që duhet duratrokasur sepse je tani e tamam i lirë, që s'ke fare liri, dhe ta krahasosh me një sistem i cili sado i papërkryer që të jetë demokracinë e sotme, sado vjedhje korrupsione etj. Fund të fundit të komplet ndryshe nga ai sistem të jep të drejtën që të flasësh, të mendosh si do ti, të lexosh çfarë do ti, të mblidhesh dhe të organizohesh dhe të bësh çfarë do ti dhe të votosh për këtë duash ti. Të gjitha këto gjëra në atë kohë absolutisht nuk i kishe. Edhe ti mendoje, edhe ti ja shpreje dikujt, përfundoje në burg. Mos flas edhe më keq. Dhe është shumë e rrezikshme një njeri, aq më tepër që ka përgjegjësinë që është intelektual me impakt publik, t'ja u barazoj njerëzve këto të dyja dhe t'i krijoj përshtypjen që komunizmi nuk qeka dhe aq i keq në fundit se qeka njësoj si kapitalizmi. Pse?
sepse ke plot breza të rinj, sot 30 vjeçar, 35 vjeçar që nuk e kanë arrit komunizmin, nuk e njohin komunizmin. Që ti ja ushtrëmbëron praktikisht. Ti ja u deformon. Ju deformon. Ti u pikturon komunizmin si një regjim karikatural ku njerëzit, vuanin, po ka qenë gallat. S'kishim këtë pash banane për herë të parë, kjo e gjëra që I tregoj edhe unë. Dhe shikon dhe filmat e Kino Studios dhe tu të kryer përshtypja që një lloj banalizimi I terrorit. Banalizimi I së keqes. Është një termi I Ana Arendit, po që këtu merr një kuptim tjetër, kuptohet. Nuk është në atë kontekstin nazist, domethënë. Por ky është problemi që kam unë me Lea Ypën, dhe është problem ideor, shumë I rrezikshëm, por pastaj nuk kemi arsye pse të marrim edhe të shajmë edhe të fyejm zonjën në fjalë, sepse s'na pëlqejnë idetë e saj. Po, ai ishte gati Shqipëria të merrte, nuk po them vaksinën, për këtë lloj vaksine në thonjza, nëse mund ta quajmë, për këtë bombardimin me këto idetë e marksizmit kantian etj. A ishim gati ne? Mendoj që çdo shoqëri është gjithmonë gati për marksizmin dhe asnjëherë gati për marksizmin. Sepse marksizmi është një filozofi e xhelozisë sociale. Në thelb të marksizmit është ideja që qëndron në thelb edhe Marksit si objekt psikologjik dhe psikiatrik. Është ideja që të tjerët kanë, unë s'kam, sa të tjerët, dhe kjo është e padrejtë. Që si u ta zgjidh të gjë, të I zhdukim gjitha. Fakti I zhduk tjetrit se vetë s'ke asgjë. Në kjo është ideja, nuk do I hym shumë thellë tash, ose I hym sa thellë të doni ju, se unë kam bateri deri në 3-4 orë leksion mbaj. Edhe ne kemi. edhe te kamerat po ashtu. Por ideja është që në thelb marksizmi është një tillë, dhe jo rastësisht marksizmin e përqafojnë shpesh pedagogët. Pedagogët si puna ime, të cilët jo unë. Nga që nuk kanë. Jo unë, sepse pedagogët, nga që kanë lexuar, janë përgatitur, dinë më tepër se sa të tjerët, janë të vetëdijshëm që kanë lexuar më tepër se sa të tjerët. Atëherë çfarë bëjnë? Tu po bëjnë një analizë psikologjike, pedagogu e shikon veten, unë jam lart të tjerëve intelektualisht, më I zgjuar, më I mençur, më I ditur etj. Por shikoj çfarë ndodh. Unë thjesht marr një rrogë. Por unë nuk jetoj si ai biznesmeni atje, si ai pronari I restorantit, pronari asaj atij dyqanit aty, pronari I fabrikës këtu etj. Ai jeton shumë më mirë se sa unë. Dhe atëherë ku është problemi? Problemi është tek ai. Do thënë, ky është shpjegimi psikologjik që unë nuk para e bëj shpesh, po e bëjmë tash meqense jemi në podcast, në televizion s'kam kohë që ta bëj. Por nuk është e rastësishme që në universitete sot 80% e pedagogëve I ke të majt radikal, I ke marksist, edhe në Amerikë. Universiteti ku kam qenë, ka qenë pastaj ekstrem fare. Aty nuk mund të flisje për ide as të majtat moderuara, socialdemokrate. Dhe aty ishte marksizmi I pasur. Si mbijetove? Unë kisha marrë vaksinën që më përpara. Dhe vaksinën kundër marksizmit ti nuk e merr nga librat. Ti e merr nga prindrit. Dhe prindrit e mi, jo me teori politike, prindrit e mi po të marrësh ti pyesësh ose çfarë janë kështu, ti bësh ca pyetje, edhe ti kupton që prindrit janë relativisht të majt, në shteti duhet ndihmoj këtë, duhet bëj këtë, duhet bëj ashtu, shteti, dhe kanë atë refleksin e shtetit. Se dhe ata që kanë urry komunizmi ja ka dalë që ti bëjnë të mendojnë që zgjidhja është e shtetit. Një farë janë brumosur paksa. Po tjetër, diçka ngel nga jo. Domethënë, ideja është shteti. Zgjidhja që kemi gjithmonë në shqiptar, shteti. Ndërkohë shteti është burimi I gjithë problemeve. Dhe ne duam akoma shtet më të fortë. Por prindit të mësojnë ca gjëra që ty të bëjnë që kur të rritesh, ti atë mentalitetin, filozofinë e jetës që të kanë mësuar prindrit, ta përkthesh në filozofi politike. Domethënë, dhe çam kam mësuar prindit më kur kam qenë I vogël. 1, do t'i dalësh zot vetes. Po ti çfarë bën? Askush nuk të ka borxh diçka. Do diçka? Arrije. Nëse ti fillon edhe qan, do të arrish me qaravitje. Nëse dikush ka diçka dhe ti se ke, dhe ti fillon edhe ankohesh që se ai ka du edhe unë, këto gjëra të tilla mua prindit s'mi kanë leju kur kam qenë 1 vjeç. Dhe kjo është në fakt filozofia libertariane. Dili zot vetes. Puno. Do diçka? Arrije. A janë gjëra të lehta? Natyrisht që janë. Të duhet punë, të duhet dirs. Por nuk e për ta marrë ndonjëherë nëse do e presësh nga të tjerët. Do thënë, nëse ti ke këtë lloj filozofie, nuk ka rëndësi më vonë pastaj se çfarë librash lexon.
Dhe ti e brumosur që i vogël, njeriu formon karakterin, filozofinë e tij politike që kur është i vogël. Po ti bën mirë që ndonjëherë edhe të përballesh me të kundërtën për të Patjetër. asaj që beson, kuptohet, për të reaktivizuar edhe ca sensor që ndoshta të kanë humbur. Po në fakt, unë e thash edhe pak në fillim të bisedës që nuk po qëndrojmë gjatë te ypi sepse më duket edhe mua sikur i biem në qafë, por në fakt kemi të drejtën tonë, kishim të drejtën tonë për të folur për idetë, Në për çdo nivelin lloj idor, po, patjetër. ideje që Por një hidhet aty. personin, nivelin idor. Kurse rezerva ime për librin të lirë është kjo që unë pak a shumë kam një vit diferencë me zonjën Ypi në moshë ose 2, në mos gaboj. Pra unë jam 42, nuk kem saktësisht, nuk e di me saktësi, po Një pas ke më tepër, më duket. ka më tepër? Po, Okej, 2-3 vjet, dakord. do të jetë më e madhe. Ndoshta për shkak se unë s'ka memorie shumë të fortë, por unë mendova këtë gjë kur e lexova. A do isha në qendje unë të riprodhoja, sepse imazhet e mia, ndoshta 2 vjet bëjnë diferencën, unë nuk e di këtë gjë, por imazhet e mia nga ajo periudhë kanë qenë vetëm radhët e bukës. Buka që ne hanim atë kore në fund, ai 5 lekshi, kanë qenë mapot e mëdha. Dhe nuk e di nëse e dini, po unë jam rritur në një zonë tipike komuniste në Skrapar. Dhe Çorvota ka qenë shumë e lumtur për faktin se ka qenë nga ato qytetet e krijuara, posaçërisht njerëzit ishin Që bënte dallim me fshatin. bënte të dallim me fshatin. Që fshati ti dukesh si metropol. Po, njerëzit ishin të lumtur brenda ndoshta mungesës së lumturisë, pra Se nuk brenda kishin parë më mirë. të gjithë brenda ne ignorancës tonë dhe sigurisht Se më fal që po të ndërhy. Kam bërë një bisedë me një skraparli që jetonte në fshat rreth Skaparit. E thoshëm, po mirë, çfarë perceptimi që thoshëm? Që perceptimi kishim ne për botën, tha. Ne kur shkonim në Poliçan edhe në Çorovod, na dukesh si metropol. Aty ishte pra bota. Imagjino kur shkonim në Tiranë, tha, një herë në sa vite. Tash kur ke këtë lloj kufizimi, ti natyrisht s'ke se si ti ballafaqosh gjëra. Patjetër. Vese ajo që mendova unë ishte që ato arrija dot ta shkruaja një memuar, sepse u shit si memuar në fillim, me kaq përpikmëri dhe me këto detaj, jo. Unë nuk mendoj që sikur njeriu me memorien më të fortë në botë, sepse nëse ke mbajtur ditar, unë nuk e di. Po nuk është ai problemi, se ja dhe mund t'i ketë sa ju të gjitha. Në frymën e vet, se po e gjej veten tash paradoksalisht duke e mbrojt. Në frymën e vet nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Për aq kohë sa ajo Lea Ypi në librin vet nuk është se po tregonte që njerëzit ishin të lumtur, jetonin shumë mirë. Pavarësisht se mund kishin njerëz që ishin të lumtur, ose se kishin idenë ç'a bëjë jashtë, dhe si njeriu lumturinë e mat me pritshmërinë që ka, me krahasimin. Sigurisht po. Se ka njerëz që janë shumë të palumtur sot në Suedi ose në Zvicër për shkak, sepse fitojnë vetëm 3000 pound, se ka një tjetër pritshmëri. 3000 franga në muaj, kupton? Që ne këtu do ishim shumë të lumtur mbase. Çështja është pikërisht këtu. Domethënë nuk ka problem, thash ke pjesa që ai ka 100% sakta apo jo. Në thelb ajo ka paraqitur një pamje që është e pranueshme për kohën, që është ilustruese për kohën. Nuk është ai problemi. Edhe mund mos ishte fare pjesa. Mua më intereson vetëm 2-3 fjali në fund të atij libri. Sepse gjithë ai libër është shkruar vetëm për ato 2-3 fjali. Libri nuk është shkruar për t'i argëtuar njerëzit. Libri është traktat filozofik. Kantian marksist, po duash ti, po ose Lea. Libri është shkruar vetëm për ato 2-3 fjali. Është një ilustrim i asaj gjëje. Dhe ky është problemi, ky është thelbi. Njerëzit kanë shkuar më zyrave të tjera, domethënë që po si e ke thënë ti këtë gjë, përfshi dhe njerëz të afërt, ti e ke thënë ti që sa unë ne njihemi, jemi kështu, jemi ashtu. Ky personi që përshkruan ti aty në libër nuk ka qenë kështu, ka thënë, po ç'rëndësi ka? Ç'rëndësi ka? Rëndësi ka ai që është thelbi aty. Edhe sikur mos ishte gjithë ajo pjesa fare, mjaftojnë vetëm ato 2-3 fjali. Edhe status Facebooku po ti kishte bërë Lea Ypi ato fjali. Unë do isha kundër. Okej. E mbylla me Lea, na u duk sikur u rikthyem prap. Kam përshtypjen që zonjë Ypi i vjen mirë kur bëhet objekt bisede. Është mërzit pak me Shqipërinë, edhe ka drejt në fakt që është mërzit. Për shkak këtyre sulmeve ad hominem e tjerë. Dhe aty unë e kuptoj tek ajo pjesë, po s'duhet dorëzohet. Se ne jemi mësuar gjithë. Nuk është herë e parë në fakt, shumë shqiptarë ikin nga Shqipëria dhe më bën shumë përshtypje, me thënë drejtë, mënyra se si flasin për Shqipërinë.
Kjo ndoshta lidhet me brenda çfarë psike ka njeriu, por nuk është normale që ti pasi ikën në mos e shan në mënyrë direkte Shqipërinë, po shu e redukton, e zvogëlon, ky vend nuk bëhet. Të gjithë e kemi ndjer atë gjë. Atë që Lea Ypi ka thënë, ai statusi i vet, gjithë e kemi ndjer atë gjë në një moment ose në një tjetër. Nuk mund t'i vesh faj për atë gjë. Tash normal kur je person publik duhet kesh çik kujdes se do kesh impakt edhe tek. Patjetër, ke një përgjegjësi krejt tjetër. Fund ka plot njerëz që mendojnë si ty, po nuk e thon atë gjë, dhe kur ti e shkruan dhe ke ndikim tek ata, i nxit edhe ata që thonë një të gjë, do të krijojnë një frymë pesimizmi. Ne duhet mësojmë, dhe kjo është një gjë që unë e them më tepër për ata që sulmojnë ad hominem. Ti bëj debat për ide, po s'ke nevojë me tjetër me thënë kështu ashtu etj. Dhe në fakt sa më shumë merresh me individin, aq më pak do thotë që je gati për të debatuar për ide. Ne duhet mësojmë të fillojmë ta respektojmë pak njëri tjetrin. Edhe kur s'jemi dakord, sidomos kur s'jemi dakord. Se aty tregohet, do të mësojmë edhe ta duam njëri tjetrin. Kemi një lloj ndjenje pozitive, se në fundit jemi shqiptar. Na bëhet qefi, shohim, dëgjojmë dikë shqip në isha përpara ca kohësh në Lyon të Francës para 1-2 muajsh dhe dëgjoja dikë duke fol shqip aty dhe kthehesha dhe afroja dhe dëgjoja një pretekst që ti flisja shqip, domethënë që ti jepje të njohur që ishe edhe ti shqiptar po. Ndjesi njëri timin. Këtë ndjesi duhet kemi. Po të njëjtin person kur ti e shef aty në rrugë kështu, e shef me një lloj kështu. Natë jo se mos më futet përpara, mos ashtu, kush e di çfarë është etj. Pse? Pse? Domethënë sa jemi ne shqiptarët. Po të na mbledhësh edhe nga pikpamja gjenetike, ne jemi nga 200 persona kemi ardhur të gjithë. Domethënë ky është ajo gjë. Shoh urrëtie për këtë se është i varfër, urrëtie për këtë se është vesh keq, urrëtie për këtë sepse është me këtë parti, urrëtie për këtë sepse është vlonjat, urrëtie për atë tjetrin sepse është kosovar ose për këtë se është çam etj. Aman. Fillojmë ta duam çik njëri tjetrin. Faleminderit, mesazh me shumë vend në fakt, sepse praktikisht edhe ne si media kemi fajet tona, për edhe modelet, edhe gjunë mbas edhe për moderimin e këtyre komenteve, se mbas edhe ne duhet jemi pak më të zhdërvjellët për të filtruar ca komente. Po të kthehemi te pedagogu se na shkon direkt mendja dhe zemra te edukimi. Të kthehemi te pedagogët, ju shumë mirë e thatë, mbase një pjesë e pedagogëve mendojnë që nuk kanë kushtet, mënyrën se si jetojnë. Po unë mendoj që nuk është ky problemi i konstatimit të mënyrës se si jeton dikush, se sa i mendësisë. Dhe çfarë vëret paktën në shoqërinë tonë, vërej që të gjithë janë një pjesë e madhe intelektuale në kërkim të një vendi pune. Mos duhet ne të fillojmë të ta shisim nga truri që njerëzit duhet të jenë mbase ata krijuesit e produkteve, punëve, e të mirave të tyre, sepse s'ka sens që një njeri shumë i kualifikuar, shumë i formuar dhe me përvojë jetësore të presi, po them lëmosh, një pagë apo një vend pune, se kjo është lëmosh, kjo është ta reduktosh, ta zvoglosh veten tënde për të mbijetuar. Është rrog, po patjetër. Unë kam bë biseda me studentët, e mbaj me një klasë pyeta studentët që kisha aty, thash çfarë do bëni kur të rriteni, thonë sa. I vinin gjithë nga familja, se universitet privat, vinin gjithë nga familja të mira në fakt. Kam ikë për aty universiteti, po e tregoj si histori, pa ja përmend emrin, dhe studentët fillojnë, njëri thotë po të shohësh nga kanë qenë 32 veta, më duket. 30 për atyre do kapim në një punë në shtet. Kjo ka qenë. Ndërkohë që e themi 85% atyre kishin prindër sipërmarrës, që kishin arkitekt, inxhinier, që kishin studio, agjenci të veta, biznese të vogla, restorante, biznese të tjera. Dhe kjo është fatkeqësia. Ishin vetëm 2 për atyre, njëri tha unë do bëj diçka time, një kompani time, se kam idenë kështu. Tjetri tha unë do vazhdoj biznesin e prindit. Disa tjetër pastaj fatkeqësisht do kapim në një punë në shtet, që përkthehet, do kapim në një rrogë në shtet, që përkthehet, do jetojnë kurrizin e të tjerëve atyre që punojnë. Problemi është kush janë këta që punojnë, që ngelen më që punojnë me këtë brez, sepse gjithë duan të kapin nga rrogë. A mund të jetojnë 30 veta i kurrizin e taksave të atyre që do paguajnë ata të dy, duan të punojnë? Ky është problemi që kemi. Dhe problemi ka ushqyer këtë mundësi. Është komuniste, si është marksiste. Është marksiste, sepse niset nga ideja që shteti do të zgjidhë jetën.
Shteti do zgjidhet. Edhe kur e shikojnë atë idenë, na ka që më parë, na ka ngulit komunizmi, për pasojë e asaj. S'po them drejt për drejt ide komuniste, se në fund dhe komunizmi thotë që ti do punosh, aq sa ke mundësi, do marrësh aq sa do. Do utopira të tilla, po të paktën thotë që do punosh. Teorikisht, asnjëri s'punonte në praktik. S'punonte siç do punonte për interesin e vet, të paktën. Por pasoja është ajo, që pikërisht sepse në komunizmin e kemi bërë sikur kemi punu secili. Jo, unë se 15 vjeç kam qenë kur ra komunizmi, po. Njerëzit bënin sikur punonin në atë kohë dhe tashti refleksi është pikërisht i tillë që nuk ka rëndësi shumë puna. Nuk respektohet më puna, respektohet statusi, sa lek ke etj dhe s'ka rëndësi se si i bën ato. Dhe për të rit rehatja është pastaj akoma më niveli është akoma më i ulët i pritshmërisë, do thonë do marrë rrogë aty, do rin kafe, jam rehat, nuk do e vras mendjen, po është ideja për të kap një rrogë dhe për të jetuar në kurrizin e të tjerëve. Po pyetja tjetër është çfarë keni pasur ju më shumë në raport me këta pedagog ose këta intelektual, se keni pasur dhe keni krijuar një nismë shumë suksesshme, si Ernest Koliqi apo jo. Edhe më përpara, edhe i angazhuar në Universitetin Europian të Tiranës. Si keni menduar ju se kjo është tamam për të pyetur që çfarë ka kaluar në trurin tuaj, pse keni qenë i suksesshëm? Se jo, e di pse sigurisht do t'rregoj një i rezervuar, jam e bindur për këtë, për të thënë shumë detaje, po një nga problemet që vëre unë të paktën në përmbajtje që ne i çojmë audiencës është se i paketojmë sa modele kryesisht false të suksesit. Nuk e di nëse bini dakord me mua. Jo, dakord. Si ke të mbushur sot? Jo vetëm po themi media në profesioniste tradicionale, por rrjetet sociale dhe kudo. Dhe perceptimi është, shiko, po s'ka nevojë më të krijosh fare. Rri aty, hap një profil, megjithëse dhe profili Instagramit krima, se do dhe ajo përmbajtjet e veta, por do gjenerojnë vetë parat. Do bëjmë youtuber, e di që e dëgjoj vazhdimisht nga adoleshentët. Çfarë edhe nëse mund na i thoni këtu, sepse ju vini nga shembulli konkret i suksesit. Dhe jam e bindur që audienca ka predispozitën për t'ju besuar juve më shumë se sa dikujt që nuk kanë një referencë suksesi. Po varet që konsiderojnë sukses njerëzit dhe çfarë a e duan apo jo ato lloj suksesi. Kjo është çështja, do thënë. Dhe prap kthehemi aty që kur isha i vogël. Ti je i suksesshëm në sektorin e edukimit sot, sidomos në Shqipëri. Mendoj që është një goxha sukses, me të drejtën. Po, ti je i suksesshëm me cilësi, se do të thënë financiarisht ka plot që mund të jenë. Me cilësi patjetër. Po flasim për cilësi, që ti të bësh diçka cilësore, dhe të paguhesh për atë gjën që ti bën. Ky është suksesi, ky është objektivi. E thon kështu, sado që skandalizohet në një marksist që dëgjon këtë se thotë që ja pse arsimi i biznes etj. Po, arsimi është biznes. Dhe është biznes shumë i mirë. Po media është biznes. Patjetër gjitha. Ja mësojmë që në vitin e parë studentë. Jo, dakor, se ja kam thënë dikujt njërit prej këtyre marksistëve. Ja kam thënë edhe në emision, se thoshte ja, se ti ti e fut arsimin dhe ti do punosh edhe puna jote do motivohet nga lekët. Okej, kam thënë, dakor. Ti ishte pedagog. Ti kur shkon atje në fakultet edhe punon gjithë ato orë. A shkon fund muajit e merr rrogën apo nuk e merr? E bojkoton rrogën. Jo, po s'është e njëjta gjë. Pse? Sepse këtë gjë e kam bërë unë dhe ti e gjet gatshme atë tjetrën aty, janë tjerët që punojnë me taksa. Do të thonë ti merr lekë nga rroga ime, dhe më thua mua që punon që punon për idealizëm, ndërkohë që lekët i merr nga taksat e mia, ndërkohë që unë punoj me shpatullat e mia. Edhe jam edhe arsimtar, edhe futem klasë dhe jap mësim, për mua që ka e pa drejt. Do ti do lekët e mia, dhe jam unë ai pastaj që kam kërkesa të padrejta. Unë s'duhet fitoj. Ti që merr taksat e mia duhet fitosh nga taksat e mia. Unë që marr fitimin e punës time, atëherë unë që kam njëri i keq. Jo, nuk është kjo. Arsimi është biznes, po. Edhe shëndetësia është dhe gjithçka tjetër është biznes. Patjetër duhet shteti që të garantojë arsim publik deri në një farë niveli të caktuar, supozojmë deri në përfundim gjimnazit etj, siç thoshte Milton Friedman ose. Okej, le të ketë edhe universitet publik për ata që s'kan mundësi. Por nga ana tjetër, domethënë gjithmonë duhet ta kesh, duhet të hapësh rrugën edhe shtigjet për iniciativën private. Dhe nuk mund ta shohësh me përbuzje biznesin. Nëse ne jemi sot ekzistojmë si shtet, si shoqëri, si komb, është sepse çdo mëngjes janë 120.000 veta në Shqipëri që çohen
pasi kanë kaluar një natë ndoshta edhe të pa gjumë nga stresi, çohen mëngjes edhe do përballen edhe me punën, edhe me stresin, edhe me faktin që s'kan njerëz sepse kanë ikë, edhe s'kan ku t'i gjejnë po i marrin në Bangladesh, edhe me gjobvënsin e shtetit që vjen aty se nuk që të risi të kërcënon të merr shpirtin me kërcënimin e gjobës dhe do rysh fetet, edhe me për gjithë 700 problemet e tjera. Ne ekzistojmë sot si vend, si shoqëri, për shkak të punës së këtyre 120.000 vetave. Dhe ne në vend që të kemi respekt për këta 120.000 sipërmarrës, ne i trajtojmë si copa lecke. Ne i themi që puna jote është turp. Dhe i thua dhe një sipërmarrës si të arsimit që po bën diçka në fundit që ka impakt tek njerëzit gjatë gjithë jetës tyre, i thua që kjo është gjë e pisët, se ti do fitosh nga kjo. Patjetër që do fitoj nga kjo. Siç fiton secili nga ne. Nuk është turp fitimi. Për aq kohë sa ti e meriton me djersën tënde. Cili që momenti që ju nuk e di nëse kujtoni, momenti që vendosët që unë sipërmarrje kam pas vazhdimisht. Nuk është e para kjo. Që ta thellonit investimin tuaj në edukim pra? Mirë pra, kam pas disa. Kjo edukimit erdhi më natyrshëm sepse isha edhe me profesion. Do të them pedagog. Dhe i kam qef sfidat e vështira, me thënë vërtetën. Nuk më tërheqin gjërat e lehta. Kur shoh që diçka është e lehtë dhe komplet e arritshme, ftofem, nuk përtoj, nuk merrem. Më pëlqen ato gjërat pothuajse të pamundura. Kështu që e tillë ishte nisma me radion që krijova në Prishtinë, shkoj nga Parisi direkt 2 ditë në Tiranë dhe shkoj krijoj në Paris një radio private. Në një mjedis ku autoritetet e kohës ndërkombëtarët në atë kohë SBA nuk donte të jepte licenca. E kam marrë licencën me zor, me një episod shumë po doni dhe ja u tregoj, po shumë veçantë, dhe komplet në mënyrë jo formale. Dhe nga ana tjetër mbas asaj pastaj kthehem në Tiranë, krijem bashkë me një grup tjetër Universitetin Evropian Tiranës. Mendova që doja të bëja diçka komplet jashtë grupit, po me standardet e mia pastaj, kështu që e mbylla aty dhe u kriju shkolla pastaj Ernesto Liçi bashkë me disa partnerë francezë, të cilët janë komplet në frekuencën time, duan diçka që të jetë cilësore dhe kështu. Shkolla Ernesto Liçi ka punuar për 7 vite rresht me humbje. Ndërkohë që shkolla refuzonte nxënës masivisht. Po pse i keni refuzuar? Sepse ishin nxënës që nuk përshtateshin me filozofinë tonë. Ne krijuam një shkollë e cila do të ishte shkollë serioze, shkollë me kërkesë, shkollë ku ti do punosh, do marrësh notat që meriton, nuk do të gënjejmë me nota fiktive. Gjëja që do bëjmë kjo, do të japim përkushtimin maksimal nga ajo që ti të ngjitesh deri te yjet, por nuk do të gënjejmë. Dhe kur vinë nxënës pastaj që kanë boshllëqe të mëdha ose nxënës të cilët qartasin nuk e kanë mendjen për me mësu, po duan vetëm nota të mira, duan 10, nuk e kanë vendin aty. Dhe ne refuzonim nxënës 7 vite rresht në kohë që ishin me humbje. Në vitin e 8 shkolla ka qenë në bilanc financiar, do në ekuilibër financiar. Dhe sot e kësaj dite shkolla vazhdon të funksionojë me të njëjtat kritere si atëherë, pavarësisht se financiarisht është shumë e qëndrueshme. Më stabil, po. Patjetër. Ne jemi në ditën kur mbas 15 vitesh ne punojmë, kemi kriju kushte shumë të mira për ata që punojnë aty, ne si themelues të shkollës natyrisht që marrim shpërblimin ton të merituar. Dhe kjo është historia, kjo është ideja. Domethënë është një gjë që mua më bën të ndihem krenar, sepse nuk e kam borxh njeriu, nuk më ka ndihmuar njeri për atë gjë. Është një gjë që kam bërë me punën time, mirë ose keq le ta vlerësojnë të tjerët. Mua më duket që vlerësojnë mirë, të paktën kur vjen periudha e tetorit që ish nxënësit tanë shkojnë në universitetet më të mira të botës, na çojnë mesazhe, na marrin telefon, na thon faleminderit se tani po e kuptojmë se çfarë na keni dhënë prej vetes tuaj. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe. Është kënaqësi po aq e madhe sa ajo lloj mirëqenie financiare që ti krijon për familjen tënde me punën që bën. Këta nxënës shkojnë gjithmonë jashtë, studiojnë jashtë Shumica po. Shumica. Ka nga ata që qëndrojnë në Shqipëri? Ka, zakonisht nga 2-3 kokra në vit që rrin në mjeksi ose diçka. Keni rekorde të studentëve që kthehen pastaj në Shqipëri? Shumë pak. Nuk kthehen. Fatkeqësisht shumë pak. Ndoshta ndonjëherë mendojmë që po janë dhe 3, ndoshta dhe mund të kthehen më vonë. Edhe mund të kthehen, ëh? Dhe mund të kthehen. Po kemi student nga Harvardi,
kemi në Cambridge, në Sorbonne, në Philadelphia, në Yale, kemi në universitetet më të mira të botës. Dhe kanë shku me bursa aty. Kjo është edhe tjetra pastaj. Me bursa? Patjetër. Se janë shkëlqyer. Dhe asnjëri për tyre nuk është gjeni. Nuk është gjeni? Absolutisht asnjë. Na i shpjegoni pak këtë, sepse ne ekselencën, timin e mundësisë e asociojmë direkt me të qenurit gjeni. Jo, po çfarë kanë? Punojnë shumë, disiplinën. Po. Kanë objektivin. Se po na dëgjojnë dhe prindrit e nxënësve. Po, patjetër. Të vegjël, ja u them unë apo dhe mësuesit e tjerë. 550 palë prindër në shkollë, ja u them të gjithë. Asnjë nga nxënësit tanë që kanë arrit këto suksese që ju thashën, dhe shumë të tjera, nuk janë gjeni. Nuk janë që ti i shef shu dhe ty hapin gojën dhe ti ngelesh. Qatë gjëhet mençme ka thënë e tjerë. Janë fëmijë normal, zakonshëm. Janë fëmijë të cilët prindërit e vet ju kanë thënë kur kanë qenë të vegjël të njëjtat gjëra që më kanë thënë edhe prindërit e mi. Do të arrish diçka në jetë, duhet punë, s'ka rrugë të shkurtër. Do të shkosh nga A te B-ja, duhet kaq punë, si në fizik. Kaq një si pune. Do thënë, kjo është çështja. Dhe sa më shumë që ti punon, aq më pak lodhesh. Ky është sekreti. Dhe ata që lodhen më tepër, janë ata që ankohen më tepër. Këta që punojnë nuk kanë kohë me anku, dhe lodhen më pak. Dhe ju del edhe koha edhe për të luajtur, edhe për të dalë me shokët, edhe për të parë filma, marrëdhënie sociale dhe për gjitha. Ke një kategori pastaj që s'është as nxënës të dobët, nga ata skemi që se i filtrojmë, por kategoria që mund të rinë 4-5 orë, 7 orë me libra për shembull, por ndërkohë që është me libër ka dhe celularin këtu anash, do shohë edhe reelsat e kësaj, edhe Snapchatin dhe TikTokun e tjerë. Nuk mësohet ashtu. Ti mund ta gënjesh veten. Por nuk mësohet ashtu. Do të mësosh po. Ulu, fokuso. Sepse sot gjithë që janë tekste dhe ato gjëra që janë parashiku për të mësuar nuk janë bërë për gjeni. Po për nxënësin normal. Problemi është nxënës normal, ke shumë pak. Nxënës që tulet dhe studiohet e mësoj. Dhe më është çështja mentalitetit punës. Dhe një nga gjërat kryesore që ne mësojmë nxënësve në shkollë është kimia, fizika, biologjia. Unë nuk mbaj mend pothuajse asgjë nga kimia, nga fizika. Mbaj mend ca gjëra, se punoj edhe në shkollë. Edhe barazimet kimike, reaksionet e shumë pak mbaj mend. Formulat kimike. Shumë pak mbaj mend nga ato gjëra. Por ama logjikën e gjërave mbaj mend e para dhe e dyta mbi të gjitha është ajo që është një nga cilësitë më të rëndësishme të njeriut në jetë. Ti të çohesh mëngjes dhe të bësh diçka që s'e ke qejf për ta bërë, por që duhet bërë. Ky është njeriu që nuk e ndalon asgjë. Rinia jon fatkeqësisht edukohet me frymën që nëse ty s'të pëlqen diçka, ne si shoqëri, si familje, duhet patjetër të japim një opsion tjetër. Ti edhe kur ulesh me ngrën aty dhe thotë do hash gjellën e shëndetshme apo s'm pëlqen kjo. Sa patate të skuqura. Atëherë mami, babi direkt, po mia, atë të bëj ca kështu, atë të bëj ca ashtu etj. Jo. Po sot s'du të shkoj në shkollë për toj, sot jam I lodhur kështu. Ky është momenti ku dallohet ai që është njeri I suksesshëm nga ai që është njeri I pasuksesshëm. Sepse ai që është I suksesshëm nuk ka për të bërë kompromis me punën. Puna do bëhet. Asnjëri nga ne nuk bën punë 100% të punës që bën, e bën me dashuri, me pasion, e bën të lumtur. Ka pafund, jam I sigurt që edhe puna që bëni ju këtu nuk është në çdo moment të ditës lumturia e juaj. Po, për shumë javën e kaluar po ta kishim regjistruar bisedën, nuk do isha në kushtet e mia më optimale se isha smur. Kështu që nuk e di nëse ndihet akoma, e kam pak zërin, por keni parasysh virozat se çfarë po ndodh. Unë punoj në shkollë, I kaloj të gjitha. Tani unë po vizualizoj gjithë karakteristikat që ju thatë, se çfarë e bën njëri suksesshëm, ishte sfida e para. Sfida. Pra një njeri që ka ambicie dhe I hyn sfidave dhe jo gjërave të thjeshta. Patjetër. Pjesën e disiplinës që ju përmendët edhe të punës edhe raportit etikës që ne kemi. Etikës punës. Etikës punës që kam përshtypjen më thatë edhe diçka tjetër që nuk e mbaj mend si karakteristik, po këto dyja I fiksova, kështu që nuk e di për ata që po na dëgjojnë, nuk e di nëse ju vjen e hidhur ky lloj interpretimi që u dashka shumë, pra u dashka shumë punë. Po patjetër, po. Prandaj nuk e bëjnë të gjithë. Prandaj e bëjnë vetëm disa. Edhe pastaj çuditen, wow, çfarë ashtu. Edhe kur dikush arrin sukses, pastaj fillojnë, sikur u bë ky. Më thoshte në një koment, dola në një emision një ditë edhe isha në shtëpi time, në apartamentin ku jetoj. Po
po pasqyrë nga mbrapa si duhet krijohet iluzionin që është pallat. Dhe më merreshin një nga ato komente, po ku e bleve, me çfarë lekësh e bleve ti këtë vilën që madhështore, a ku të bukur që ke aty mbrapa, domethënë. E para mund ta kisha ble vilën. Do ishte një çudi e madhe. Ajo s'është vilë, fakt është apartament. Po ç'shën si ka, po ideja e njerëzve është nëse ti ke diçka, nëse ti ke një minimum mirëqenie, pasuri etj. E ke bërë në një formë saktuar. S'diskutohet. E ke vjedhur, je korruptuar, e ke me drogë. Shiko, nuk kanë dhe faj. Nuk kanë dhe faj. Jo, kanë faj sa dush. Mos i shfaq. Çfarë modele kemi? Jo, e disa janë këto modele. Të fola për 120.000 zyrtarisht, 120.000 sipërmarrës në Shqipëri që thyen mes. Duke punuar ditë për ditë, me lloj dhe stresesh. E disa nga këta përfitojnë edhe nga tenderat e qeverisë gjithë to pisliqet. 200. A mund t'i përgjithësosh 120.000 për shkak të 200? Po, e drejtë. A mund të dalësh e thush gjithë shqiptarët janë hajdut, sepse kaq është edhe përqindja e atyre që vjedhin, 200 në 120.000. A mund të thush që gjithë shqiptarët janë, se di, racist, ose gjithë shqiptarët janë tembel ose kështu ashtu? Natyrisht nuk e bën dot. U kujtova për karakteristikën tjetër, standardi, pra, mbajtja e standardit dhe cilësisë, që ti nuk negocion, se është e rëndësishme për të thënë, nuk negocion në asnjë moment. Jo, nuk negocion. Pra je një njerëz që i del përballë sfidave, madje i kërkon sfidat. Po prandaj është jeta për sfida. Pikërisht, dhe nuk luan me standardet e tua dhe me cilësinë. Dhe se më the shumë mirë, më pyete ja çfarë doni ju si podcast, jeni më të famshëm? Jo, ne duam cilësinë dhe secili ka objektivat e vet, po. Dhe patjetër etika e punës, disiplinimi, edhe po ta shikosh edhe shembujt botror të suksesit. Talentin e çojnë diku te ndoshta 10%, nëse i ndajmë ndoshta edhe më pak. Un kam një person që më frymëzon her pas here me punën që bën. Edhe me gjëra që kam mike shumë të madhe, se Ermonela Jaho. Jemi miq shtëpie, sepse jemi edhe të lidhur familjarisht. Që është edhe skrapalie. Është edhe skrapalie. Duhet ta them këtë. Po thuaj, po duket sikur jam me kompleksin po, nuk kemi vetëm metër, me thënë të drejtën. Po skrapalie, Ermonela skrapalie vlore. E dalë në Vlorë, po skrapalia është e vërtet. Dhe është një person i mrekullueshëm, jashtëzakonisht i thjesht. Nuk e dallon në rrugë, kur e shikon. Kështu si na vijnë sugjerimet për personazhe të rëndësishëm që t'i ftojmë. Po. Dhe ajo thot diçka që nuk ta thon sot të rinjtë e sotëm. Nuk ta thot ky brez. Brezi po ti pyesësh, po si e kuptove ti talentin që ke dhe ai fillon. Unë kuptova talentin tim kur këndova për herë të parë kështu, se ata më thanë kështu etj. Domethënë, para talentin tënd deri ta vlerësojnë të tjerë, ta ke aske. Ermonela të thot të kundërtën, të thot këtë gjë. Shiko, thot, unë nuk jam njeriu më i talentuar në planet, thot. Edhe në fushën time. Por jam qeni i punës. Dhe unë e di sepse e shoh atë gjë. Ermonela çohet në mëngjes dhe fillon punën. Po. Domthon ka stërvitjen që do të bëj, kam ato vokalizat, gjëra, mirëmbajtjen e akordave të zërit etj. Por është një njerëz që punon gjithkohës. Domthon edhe në plazh ka ca partitura, aty gjen një moment lirë edhe thot, "Hajde ma përkthej çik këtë, supozojmë se është frëngjisht ose prita këtë." Në një moment tjetër mund të jetë edhe duke gatuar, se është njerëz super i thjeshtë, dhe gatues shumë i mirë fakt. Dhe gatuan edhe aty këndon diçka ose diskuton diçka. Është njerëz shumë pasionant me gjitha etj. Dhe ky lloj njeriu i duhet shoqërisë. Po njeriu që të rinj, brezat të rinj që rinë shikojnë edhe ndërrojnë, do bëhen të famshëm, se do dalin në për spektakle televizive, se do dalin kësë s'po ja them emrat se s'ka lezet, lloj dhe spektakle. Që mbledhin gjithë banalitetin e shoqërisë aty brenda, frymëzojnë edhe të tjerët me prirje voajeriste. Gjithta nuk vlen asgjë, sepse i mësojnë brezave të rinj që ti të kesh sukses në jetë, thjesht diçka që nuk varet prej teje. Talentin, mbështetjen, por diçka të jashtëzakonshme, jashtëtoksore të thuash. Kur diçka që nuk varet prej teje. Po që është e kundërta. Ti flet me njerëz si Ermonela, ti kupton pikërisht të që po them unë. Jeta jote është si ta bësh ti. Janë vendimet e tua të përditshme. A do të arrish majën? A do ti të bëhesh sopranoja numër 1 sot në botë? Sprit talentin. Puna që të bën. Kjo është ai mësimi që ne nuk ja u japim brezave të rinj sot. Mësojmë të kundërtën. Mësojmë talentin, dhuntia, kjo ajo etj. Dhe un kam parë
shkak se punoj me arsimin, kam parë plot raste ku prindër që mendojnë që i ka fëmijë gjeni i kanë marrë qafë, sepse ja u kanë thënë në sy, ti je gjeni, e kanë rritë me atë idenë që zgjidhet tash jetën se ti gjeniu s'ka nevojë të punoj, se punon genialiteti për atë. Njerëzit dallojnë nga puna, intelekt. Megjithatë për fëmijë që punojnë shumë, si thuash, e kaluar atyre ose familja e tyre, a do ishte një suport i mirë nëse do të kishte qenë me mundësi e kultivuar? Patjetër. Por ne nuk i zgjidhim dot si shoqëri gjithë problemet e njerëzve. Ne nuk i bëjmë dot gjithë njerëzit njësoj të gjatë, për shembull, sepse statistikisht 15, domethënë njerëzit e gjatë sot në botë me statistika paguhen 15% më tepër se sa njerëzit më pak të shkurtë. Ata që janë 15% që më të gjatëve, po, paguhen më tepër. Me statistika. Po, vërtet. Njësoj si njerëzit me syze, për shembull, vlerësohen intelektualisht më pozitiv se sa të tjerët. Paragjykojnë në për intervista. Ka ndryshuar tani se ke lazerat, ke lentet, domethënë nuk është. Ai po rehati, po unë po them për paragjykimet dhe ato çfarë ekzistojnë. Po nuk i bën dot të gjithë basketbollistë. Nuk i bën dot të gjithë futbollistë, nuk i bën dot të gjithë soprano. Nuk i bën dot të gjithë pasur ose të varfër etj. Është e pamundur. Ky është realiteti. Nuk ke çfarë ti bësh kësaj gjëje. Sa do të përpiqesh ti. Nëse vjen një shtet dhe thotë që unë do t'i bëj këtë gjëra, po të gënjen. Është shtet totalitar. Se një shtet që mund t'i bëjë të gjitha, ka vetëm një mënyrë për t'i bërë, të t'i marrë të gjithë aty dhe t'i rish përndaj pastaj dhe t'i bëj. Është e pamundur. E kemi provuar atë lloj shteti. Kështu që kjo është çështja. Por ama, ku është dallimi? Dallimi është këtu. Për shembull, kam pas një studenten time e cila vinte nga një familje super e varfër. Literalisht nuk kishin bukë për të ngrënë. Do të thonë, unë jam i sigurt që nuk i hanin jo të 3 vaktet, po nuk i hanin as 2 vakte. Plota, ndoshta një herë në ditë. Jam i sigurt për gjë. Që një nga studentët më të mirë që kam pas. Do të thonë, njëri komplet që edhe ti e shikonte që edhe kur edhe në veshje, edhe në gjëra, edhe në to, domethënë të varfër në kulm. Por ai njeri sot është shumë i suksesshëm. Pse? Sepse ka shfrytzuar ato mundësi që u dhan. Shkollë publike, nga shkolla publike, nuk ja lanë dorë shkollimin shkollës publike. Lexonte shumë tepër, ndërkohë që tjera tralala në kafe ishte në bibliotekën e shkollës. Çka kishte gjëra për tu lexuar, lexonte. Thoshte pedagogëve, a mund të më tregoni më tepër? A keni libra? Dhe çdo pedagog kur vjen një student dhe i thotë, "Ej, duhet të mësoj më tepër", ka prirjen që ta ndihmoj. Kur ke inshallah paçim sa më shumë student tillë, problemi është kemi nga ata që shohin orë profesorat ikën çike kafja. Domethënë, njerëz të tillë e shfrytëzojnë të mundësie. Ne nuk e kemi mundësinë t'i bëjmë të gjithë barabartë. Por ju kemi dhënë disa instrumenta. Është shkolla, arsimi publik. Natyrisht nuk është ashtu siç duhet. Mendoj që është e mjaftueshme vetëm sistemi. Dakor, për të kultivuar një. Nuk do t'i bëjmë të gjithë dot të barabartë ndonjëherë në këtë aspekt, në aspektin e mundësive, është e pamundur. Por arsimin publik e kemi. Do të thënë, unë kam qenë në të njëjtën shkollë me një shokun tim, cili dhe me shumë shok të tjerë, nga të cilët ca kanë dështuar, një 2 kanë përfunduar në burgje për historira droge jashtë. Ca të tjerë janë kanë marrë dhe bursa jashtë dhe se kanë marruar asnjëherë shkollën, pavarësisht se kanë marrë bursa jashtë. Unë kam shkuar dhe kërkoja punë banjolarës, pjatalarës, që me shtyll karroca të supermarket, me ndabrëshuar, çdo lloj pune që ishte që të arrija të financoja studimet e mia. Se vi nga një familje normale shqiptare. Mami mësuese, babi kablist në Telekom. S'kishim mundësi me pagu mua studimet në Paris. Kam shkuar jam nis në Paris me dorë në xhepa, domethënë. Dhe normalisht do gjeja punë. Dhe kur ti e ke këtë lloj gatishmërie, ke këtë lloj vullneti, atëherë nuk të pengon më asgjë. Por nuk ka si të presësh nga të tjerë që të ta zgjidhin. Aq më tepër shoqëria shqiptare, ku të ta zgjidhë, me çfarë të ta zgjidhë? A ka sot shteti shqiptar që leksa ti pagoj bursa të gjithë studentëve që duan të ikin dhe studiojnë jashtë? Natyrisht se ka. Por ç'a ndodh? Ne kemi plot nxënës edhe në shkollën tonë. Për shembull, kemi pas dhe nxënës nga shtëpia e fëmisë, që kemi marrë për bamirësi. Kur kam qenë në universitet, kam marrë 40 nxënës që kanë qenë nga komuniteti rom dhe egjiptian. Që absolutisht bëj fjalë që të kishin mundësi me ardhur në universitet privat. Kanë ecur mirë aty? Po, disa prej tyre janë sot personazhe ashtu? Për shumë të rëndësishme për komunitetin e tyre. Për nga çfarë do lloje kaluare që vjen individi, po që në ambientin. Patjetër, nëse ka disi puna, ti nuk mund të presësh shoqëria të zgjidhë të gjitha problemet. Shoqëria mund të të ndihmojë për disa gjëra, por nuk t'i zgjidh dot të gjitha. Nëse ti je në një familje dhe ne njohim familje që janë të varfra, do të dalësh nga varfëria? Edhe nëse s'ja del dot vet.
Po. Se ke inteligjencën, prindit s'kan ndihmuar etj. Ti si prind kur bëhesh prind vet, merr dhe binde fëmijën tënd që të shkojnë në shkollë, që të studioj. Ai është investimi më i sigurt nga të gjithë. Shkolla është më e sigurta. Është e qartë që kur ti futesh shkollë, je nxënës i mirë, pastaj student i mirë, patjetër që do dali diçka nga ajo, do ta rregullosh jetën tënde. Bëje këtë gjë. Po nëse ti vet nuk do të bësh gjë për veten tënde, edhe fëmijët e tuaj pastaj i le pa shkollë, nuk i ndikon, nuk e bën detyrën si prind, atëherë mbyllë gojen. Mos fal, mos u anko. Se jo për shkolla kështu, e ke arsimin publik aty falas. A duhet bëj shteti dhe më tepër për këta njerëz? Patjetër që duhet bëj më tepër. Patjetër që duhet bëj më tepër. Por, a do presim shtetin apo do bëjmë diçka vet? Po. A duhet presim që shteti na bëj neve të na bëj të gjithëve të pasur, na bëj të gjithëve me shkolla të mrekullueshme kështu? Nuk e bëjmë dot edhe sikur të duam. Se vetëm mënyrë që ta bësh të shkatrosh ata që tjerët që punojnë. Do të thënë, do duhet ta kuptojmë realitetin. Realiteti nuk bëhet kështu me imagjinatën dhe me dëshirat, wishful thinking. Çka ketin kokën tate dhe ajo çfarë imagjinon ti automatikisht shndrohet në të drejtën tënde. Jo, nuk është e drejta. Çdo e drejtë jote do i bjerë dikujt tjetër mbi kurriz. Për fjala për gjëra në shoqëri. Kështu që duhet bërë kjo lloj gjë. Dhe student të tillë ke plot, ke pafund. Si reflektojte ju, si përmarrja juaj Ernest Koliqit, kjo kriza në edukimin në Shqipëri? Pra, sot ne po flasim për lëvizje masive të familjeve, për një delegjitimim ose zhvlerësim, nëse mund ta themi në thonjza, shpresojmë mos të jetë zhvlerësim total të. Është e vërtetë ajo, po te ne ka ndikuar më pak për shkak sepse ne kemi një shkollë shumë më specifike, le të themi, raport me të tjerë. Ata që vinë tek ne vinë për një qëllim specifik. Nëse mund ta bëni një analizë të asaj që ju keni parë vërdall, ndoshta palitur me Sot ndodh një lloj procesi i tillë. E gjithë shoqëria, prindit, që prindit e brezit tim, për shembull, janë rritur në komunizëm, edhe ata pak më të moshës tuaj, për shembull, si thosh, janë rritur në kohra të vështira. Po. Dhe nga që janë rritur kohra të vështira, mendojnë që kanë një lloj kështu impulsi të brendshëm të pavetdijes që i shtyn që fëmijëve vetë ju plotësojnë dëshirat. Problemi është nëse ti i mëson fëmijët gjithkohës duke plotësuar dëshirat, vjen një moment ku fëmia mësohet me idenë që ai duhet të ketë gjitha çfarë dëshiron. Ndërkohë që duhet të mësosh me idenë që duhet të fitojë gjërat, duhet të punojë. Ky është qëllimi. Çfarë ndodh tash? Shoqëria shqiptare ka një kategori të konsiderueshme prindërish, të cilët për t'ia mbushur mendjen vetes që janë suksesshëm, duan që suksesin ta shohin tek notat. Dhe i bën presion prindërve shkollë, mësuesve shkollës etj. Edhe që ke dëgjuar besoj shumë shpesh prindër që thonë, fëmia im, jo se është fëmia im, por shumë i zgjuar, është ekselent. Dhe unë zakonisht e di që 99% e prindërve në Shqipëri kanë fëmijë ekselent dhe të zgjuar. Dhe unë i them kur vin kështu në raste të tilla, i them që lumsiu që keni fëmijë të zgjuar, unë i kam normal. Se besoj realisht që kanë fëmijë normal. S'kam as zgjuar as budallëj. Okej. Por këtyre të tjerëve ju kanë qellu gjithë fëmijët shumë të zgjuar. Dhe natyrisht ne shqiptarët i lexoni të shkrimet e Sajume që jemi populli më i zgjuar në planet. Jemi aq të zgjuar sa jemi populli i fundit në Europë. Ka një mos përputhje të vogël aty po nëse janë shkolë. Të vogël. Tash çfarë them, po ishim as zgjuar, do. Çuncika, ideja është kjo. Kjo lloj kërkese e prindërve për ekselencë të certifikuar fiktive është kuptuar shumë mirë nga shteti. E shteti ç'a bën? Doni ju të kënaqni veten? Si e kënaqin veten? Me 10. Të mashtroni mendoj vetë. Ana kushtojnë gjën buxhetin e shtetit 10 neve? Jo, zero. Pyetuni me 10. Ngopuni, dendoni me 10. 10 është gjëja më e kollajshme që mund t'japësh. Ti e jep edhe në nivel individual, domethënë kur ke mësues që përtojnë me bën mësim për shembull, zgjidhja më e kollajshme me çef gjurmët që se kanë bën mësim është vëm nota të mira. E 10. Rrini urtë se do i vezësh a 10. Dëgjoni herë të shprehje vazhdimisht. Mi dëgjuar shpesh, patjetër. Kështu që ç'a ndodh? Se ai fëmijë që merr 10 edhe i shkon prindit në shtëpi, prindi s'ka ndërhyj asnjëherë, ëh? Edhe prindi që nuk e duan këtë gjë. Po vjen fëmia, ç'a morë sot? Ç'a kishe kimi? Kimia lëndë vështirë. Duro dot. Po ç'a morë sot? Mora 10 në kimi. Prindi thot. Pse më kërkoni zyshës kimis vetë 10? Derisa e ka marrë vetë me forcat e veta. Ai nuk e di që zysha kimis për shkak të presionit të disa prindërve të tjerë e ka ul stekën e 10-s. Se nuk do ta uli dot vetëm për 2 e 3. Ka ul standardin standardin për gjithë. Dhe ja ka vënë 10-ën
edhe fëmijës tat, ndërkohë që ti nuk do që fëmia jote të marrë notë fiktive. Pra e ul për të gjithë. Po ti në shtëpi të kanë edhe hi syve si prind, edhe ti mendon që fëmia Me jote flem bidafina. është me 10, është i shkëlqyer, i ka marrë vetën, s'kam ndërhyj asnjëherë. Ky është problemi, që s'ke ndërhyj asnjëherë. Ja ke besuar shkollën fëmijën tënd, shkollës, ja ke besuar fëmijën tënd shtetit, i cili të cilin ti e njeh shumë mirë. Se ti kur shkon në spital nuk e beson spitalin, se spitali shef me sy që krevati është me një llagjaku, është i papastër, është kështu ashtu atje. Që shiringa mund të jetë e përdorur. Që mjeku mund mos të ta varri, që infermeria mund doni lekë etj. Që ilaçet nuk janë edhe nuk ekzistojnë, ose që janë të bleme kështu, s'ka dume etj. Ti aty nuk e beson, për fëmijën tënd, ti ja ke besuar. Ti e di që qeveria është e korruptuar etj. E papritur në vetdijen tënde thua që ky shtet është i dështuar me gjithçka, po ama fëmia ime meriton atë që po jep shteti, domethënë. Ti e beson shtetin te fëmia jote. Iluzion total. Në shteti kështu e bën, e mbyt me 10 të gjithë. Edhe ka kollaj. Prindit janë të lumtur, në Shqipëri me gjithë ekselent, e vetmja gjë që ne prishat e fotografin është kur bëhet ai testi i famshëm i PISA-s. Dhe ne dalim fundit në Europë. Çuditërisht. Kemi fëmijë gjeni të gjithë, jo se janë fëmijët tan, po janë të gjithë shumë të zgjuar. Janë genet, pra janë genet. Po, patjetër, se janë populli më i zgjuar në botë. Dhe në testin e PISA-s ne dalim fundit në Europë. Dhe kemi 67% të nxënësve tan në shkolla që janë analfabet funksional. Që lexojnë një tekst dhe nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë, po. Pra, mund të themi që jemi të dështuar në edukim? Kemi problem shoqëror, kulturor. Kemi një problem kulturor të rënd. Të rënd. S'na pëlqen ta themi, po kemi problem. Nëse ne duam një ditë që ta zgjidhim problemet tona, do duhet të shohim rreth part vetë vetja jon. Se ne gjithmonë mendojmë që ne kam fajin elita e korruptuar e këta, po i ndryshum ta do vinë disa më. Jo. Çdo popull ka qeverinë që meriton. Çdo popull ka qeverinë që meriton. Kjo është diçka që në 10.000 vite histori që shëtrimi njerëzor, provuar e stërprovuar. Çdo popull ka qeverinë që meriton. Po ndryshuam ne vet, nuk do ndryshojë ndonjëherë të lartë, se në fund ne I votojmë ata. Pra, nëse ta mbyllim me një pyetje, nuk do të që a jemi të dështuar në edukim, po çfarë bëjmë ne për edukimin? Ne si pedagog, po mbi gjitha ne si prindër, nëse jemi në këtë role, ose ne si pjesëtar të kësaj shoqërie. Çfarë duhet bëjmë apo çfarë bëjmë? Jo, çfarë bëjmë? Çfarë bëjmë konkretisht edhe në kuptimin mbasi çfarë duhet bëjmë? Te po marrim qaf veten. Kjo është ajo që po bëjmë. Kurse ke pyetja çfarë duhet bëjmë, pastaj është tjetër gjë. Duhet fillojmë të jemi kërkues me veten tonë. Duhet fillojmë të mendojmë, të arsyetojmë. Në mënyrë strategjike, ku duam të arrijmë, çfarë objektivi kemi, çfarë qëllimesh kemi. Mbasi të caktojmë qëllimet për fëmijët tanë, për veten tonë etj, të fillojmë të mendojmë si realizojnë këto qëllime. Kjo strategji realizimi, a është e arsyeshme, a është e realizueshme, a është e mundur, a mund ta bëjmë këtë gjë? Gjë që I bën çdo njeri që është në biznesin e vet. Ne jemi shumë të arsyeshëm ke biznesi jon, shumë të arsyeshëm kur bëjmë llogarit ke dyqani. Kur vjen puna në aspektin publik, politik etj, aty sillemi sikur jemi fëmijë fatkeqësisht. Ermala Simja, faleminderit shumë për këtë bisedë. Unë nuk e di nëse ty të ngeli merak ndonjë gjë e vogël pa thënë, për shembull atë të Francës nuk na I shpjegova të licencën. Do ta shpjegoj, okay. Ta mbyllim me licencën se s'dua të më kritikojnë pjesëtarët e audiencës, shikoj. Pse nuk e pyete për licencën, pse? Atëherë ta tregoj. Unë shkova në Prishtinë, s'njeh asnjëri atje. Unë vetë jam nga gjyshrit I kam nga Gjakova. Po nuk shkova në Gjakov, shkova në Prishtinë gjithsesi. Jam prit jashtëzakonisht mirë nga njerëzit atje, një bujari fantastike, vetëm për faktin që isha nga Shqipëria. Por gjithsesi vend I huaj. Nuk njihsha qytet I huaj, jo vend, po qytet I huaj. S'njihsha njeri. Shkoj atje dhe kërkoj licencën një licencë, një frekuencë radio private. Nuk kishte në atë kohë shumë, ndoshta 2 radio private gjithsej, kështu që frekuenca kishte. Problemi është që OSBE-ja kishte frikë që do kishte liri të plot të mediave, do kishte edhe media nacionaliste, agresive etj, që si ishte rasti im, po vija direkt nga Parisi. Dhe bëj aplikime, gjitha gjërat, kuptohet nuk ma vari njeri të aspekt. Më kalun një 6 muaj, shkoja çdo javë në zyrën e njërit, ka qenë një Leblanc, një kanadez frankofon. Po ja, se po I shqyrtojmë po kështu, e qartazi nuk, derisa ma tha dhe njëri copa, ty s'kam për të dhënë ndonjëherë, tha se kanë të lloj problemi. Okej.
atëherë thash duhet i gjej një zgjidhje këtë punë. I shkruaj Kushnerit, Bernard Kushnerit, ish ministër i jashtëm, kandidat për president i Francës etj. Dhe krye administratori i Kosovës në atë moment, për krahas i madh i shqiptarëve. Dhe i shkruaj zoti administrator i nderuar kështu ashtu etj. Ja çoj atë letra kuptohet merret as i përgjigje se përfundon kosh. Mbaron ajo gjë, okay, thash, prita 1 javë, 2 javë, 3 javë, hiç asgjë. Atëherë thash, duhet me gjet një zgjidhje. Dhe shkruaj një letër tjetër. Letra tjetër fillon Salut mon vieux. Ç'kemi plako. Dhe këta kodoshat e tuaj, ta them në jargon tash se kështu ishte në frëngjisht, domethënë, këta kodoshat e tuaj kështu, gjitha këto gjë, po si në gjuhë kështu, kafe dhe me jargon. Që ai ta kuptonte qartë që po kishte përballë një njerëz që e flet frëngjishtën njësoj si njësoj. Domethënë që e flet mirë frëngjishtën. E një francën dhe frëngjishtën e një vetë. Dhe në fund i them, siç ka thënë edhe një autor shumë i njohur për të dy neve, gjërat kështu nuk, dhe një lloj citimi të caktuar që thoshte që shikoj se nga herë gjërat duhen bërë me vullnet, dhe s'do presësh të marrim qafë burokratët edhe teoritë dhe filozofët. Citimi ishte nga i libri i Kushnerit. Që unë e kisha lexuar natyrisht. I citova vetveten aty. Pikërisht për atë gjë që më duhej mua. Që ai e predikonte vet. Edhe ja shkruaj letrën, edhe kuptohet, ja jap dikujt, edhe Kushneri ishte marrë pjesë në një konferencë në Paris, i them e dy miqve të mi shqiptarë francezë, çojnë mes konferencës, lejnë dorë. Mund podium. Ja lejnë dorë zarfin, e merr. Një letër për ju. Merr letrën, hap letrën. Po siç kemi plako, ti i thu njeriu që ka qenë kandidat për president i Francës, për administratori i Kosovës, përfaqësues i lartë i OKB-s, ministër i jashtëm etj. Personalitet shumë më i njohur se çdo ministër në Francë, sepse njihet gjithë botën, drejtuesi i Médecins Sans Frontières, një nga qytetet më të famshëm në botë, ç'kemi plako. Edhe ne mbaron atë, mbyll dhe e jep atij shefit vet kabinetit. François Chevalier, që s'ka bëjë më. E jep atij aty dhe kthehet pas të 3 ditësh mua më marrin telefon. Dhe më në telefon Alexandra Genest, që ishte këshilltarja e tij personale aty. Dhe merr në telefon dhe thotë, "Zoti Asimja, po, unë flasim frëngjisht, po. Unë kam marrë, tha, se kemi marrë një letër tuaj, po më thashë gjithë siklet shu." I thashun, "Aleksandra, e para herë tash njihemi. Edhe unë edhe ti kemi punuar Radio Franca dhe jemi ndesh. Qelloi edhe kjo rastësi. Domethënë, po pateni ashtu, merr pyet njerëz me cilët përbashkët me cilët kemi punuar. E para, e dyta. Ti s'ke marrë për të sqaruar për letrën. Ti thash ke marrë me kuptu. Ky njeri që ka shkruar të letër, që fillon me ç'kemi plako. A është psikopat apo është njeri që është i arsyeshëm? Të siguroj thash jam njeri i arsyeshëm. Për këtë mos ki dyshim. E diskutuam, kam pas të dhe problemi dhe vetëm mënyrë që mund ta zgjidhja këtë që të flisja hapur dhe shpërndryshe do të riqja vëmendje, ç'do bëja. Ajo qeshi e kuptoi, si duket edhe ka pyet pastaj kolegët e vet aty që përbashkët. Mas 2 javësh u fillova transmetimin. Pra morje lejen. Po, pas 2 javësh. Nuk hoqe dorë për, nuk u dorëzove se kjo. Nuk dorëzohem kollaj. Uroj shumë që dhe nga kjo nismë që ju keni ndërmarrë mos hiqni dorë.